Në këtë moment, ndërsa lexoni këto fjalë, ju qëndroni mbi një nga misteret më të mëdha të shkencës moderne. Jo diku larg në hapësirë, jo në thellësitë e oqeaneve, por pikërisht këtu, në këmbët tuaja. Çdo sekond, trupi juaj lëviz me shpejtësinë 170 metra në sekond rreth boshtit të tokës, ndërsa planeti juaj rrotullohet. Por kjo nuk është gjëja më e çuditshme. Gjëja më e çuditshme është se ne nuk e dim me saktësi se çfarë gjendet vetëm 10 kilometra nën sipërfaqen ku jetojmë. Thellësia më e madhe ku njeriu ka arritur të shpojë është vetëm 10,2 kilometra. Kjo është më pak se 0,2% e rrugës deri në qendrën e tokës. Imagjinoni se përpiqeni të kuptoni një qytet të tërë duke parë vetëm ngjyrën e çatisë së një shtëpie. Në vitin 1965, fizikanti amerikan Richard Feynman tha diçka që trondit komunitetin shkencor. Ai pohoi se ne e dim më shumë për brendësinë e ujeve se sa për brendësinë e planetit ton. 60 vjet më vonë, kjo deklaratë mbetet e vërtet. Ne kemi dërguar sonda në skajin e sistemit diellor, kemi fotografuar vrimat të zeza në qendra të galaktikave të largëta, por nuk kemi arritur as në 1/100 e rrugës drejt qendrës së tokës. Pse? Sepse çdo 10 metra që zbritemi poshtë, temperatura rritet me 3 gradë Celsius. Në thellësinë 50 kilometra, çdo material që njeh njeriu shkrihet si dyli. Në 100 kilometra, presioni është aq i madh sa do të shtynte atomet tuaja kaq afër njëri tjetrit, sa që do të ndryshonit strukturën kimike. Por ja ku fillon e çuditshme. Megjithse nuk mund të shohim drejt për drejt, ne kemi mënyra indirekte për të studiuar brendësinë e tokës. Valët sismike nga tërmetet udhtojnë nëpër planetin ton si rrezet X nëpër trupin njerëzor. Kur një tërmet ndodh në Japoni, instrumentet në Argjentinë regjistrojnë valët që kanë kaluar nëpër të gjithë planetin. Këto valë ndryshojnë shpejtësinë kur kalojnë nga një material në tjetrin. Duke analizuar këto ndryshime, shkencëtarët kanë ndërtuar një hartë të brendshme të tokës. Kjo hartë na tregon se planeti ynë ka struktura të qarta. Një guaske holl e ashpër që ne e quajmë kore, një mantel i trash prej gurit të nqehtë që rrjedh ngadalë si mjalt. Një bërthame jashtme e lëngshme prej hekuri dhe nikeli dhe një bërthame brendshme e ngurtë, po aq e ngjethë sa sipërfaqja e diellit. Por kjo hartë, e saktë sa duket, fsheh 5 anomali që shkencëtarët nuk arrin t'i shpjegojnë plotësisht. 5 fenomene që sfidojnë të gjitha modelet tona. 5 misteri që na detyrojnë të rishqirtojmë gjithë çka që menduam se dinim për planetin ton. Anomalia e parë është kaq e çuditshme sa kur u zbulua për herë të parë, shumë shkencëtarë menduan se ishte gabim në matje. Në vitin 1986, sismologët në Universitetin e Harvardit vunë re diçka të pazakontë. Valët sismike që kalonin nëpër bërthamën e brendshme të tokës nuk sillnin njësoj në të gjitha drejtimet. Kur një val udhëtonte nga poli verior drejt polit jugor, ajo lëvizte më shpejt se sa kur udhëtonte përgjatë ekuatorit. Diferenca ishte 3%. Kjo tingëllon e vogël, por në shkencën e sismologjisë, 3% është një hendek i madh. Imagjinoni një top qeliku të përsosur. Tani, imagjinoni se ky top nuk është as pak i përsosur. Ai ka fibra të brendshme që të gjitha drejtohen në një kahje. Kur goditni topin përgjatë fibrave, goditja përhapet më shpejt. Kur e goditni perpendikular ndaj fibrave, goditja ngadalsohet. Kjo është ajo që ndodh me bërthamën e brendshme të tokës. Por si mund të ketë fibra një sferë prej hekurit të ngurtë nën presion sa 5 milion atmosfera dhe temperaturë sa 5500 gradë Celsius? Teoria më e pranuar thot se kristalet e hekurit në bërtham janë të rreshtuara. Por kjo ngre një pyetje edhe më të madhe. Çfarë force mund të rreshtoj kristale në një thelsi ku presioni është aq i madh sa atomet janë pothuajse të shtipur? Në vitin 2005, shkencëtarët japonez propozuan një ide të çmendur. Ata thanë se bërthamja e brendshme nuk është një sferë e qëndrueshme, ajo rritet. Çdo vit, shtresa e jashtme e bërthamës së jashtme të lëngshme ngurtësohet dhe shtohet në bërthamën e brendshme. Por ky proces nuk ndodh një trajtshëm. Në njërën anë të bërthamës, hekuri ngurtësohet më shpejt, në anën tjetër më ngadalë. Kjo krijon një rrjedhje të brendshme që rreshton kristalet.
Por edhe kjo teori ka probleme. Nëse bërthamja rritet, pse nuk po bëhet më e madhe me kalimin e kohës? Ku shkon energjia e tepërt? Dhe pse asimetria? Çfarë bën njërin anë të bërthamës kaq ndryshe nga ana tjetër? Deri më sot askush nuk e di. Ne vetëm e dim se diçka e pazakont po ndodh në qendrën e planetit ton. Diçka që nuk përputhet me asnjë model fizik që kemi. Tani le të shkojmë pak më lart, jo në qendër, por në mantel. Shtresa e trash prej guri që shtrihet nga 30 km në këmbët tona deri në 2900 km thellësi. Këtu gjendet anomalia e dytë, dhe kjo është edhe më e çuditshme. Në vitin 1972, një grup shkencëtarësh amerikan zbuloi diçka që nuk duhej të ekzistonte. Ata ishin duke studiuar valët sismike nga një tërmet i madh në Peru. Valët kaluan nëpër mantel dhe u regjistruan në stacione në Azi. Por kur analizuan të dhënat, ata pan një anomali. Në disa zona të mantelit, valët ngadalsoheshin papritur. Ishte sikur po kalonin nëpër një material krejtësisht të ndryshëm. Këto zona u quajtën zona me shpejtësi të ulët, dhe ato nuk duhej të ishin atje. Sipas të gjitha ligjeve të fizikës që ne njohim, manteli duhet të jetë relativisht uniform. Po, ka ndryshime në temperaturë. Po, ka rrjedhje konvektive. Por nuk duhet të ketë zona ku materiali është kaq ndryshe sa valët sismike të ngadalsohen me 10 deri në 30%. Megjithatë, këto zona ekzistojnë, dhe ato janë të mëdha. Disa janë sa kontinente të tëra. Njëra shtrihet në Oqeanin Paqësor, tjetra në Afrikë. Të dyja fillojnë në kufirin midis mantelit dhe bërthamës së jashtme dhe ngrihen si kulla deri në mesin e mantelit. Çfarë janë këto struktura gjigante? Teoria më e zakonshme thot se janë zona ku guri është më i ngjehtë. Guri i ngjehtë është më pak i dendur, kështu që valët lëvizin më ngadalë nëpër të. Por kjo nuk shpjegon gjithçka. Nëse janë thjesht zona të ngjehta, pse kanë forma kaq të qarta? Pse nuk shpërndahen me kalimin e kohës? Dhe pse janë pikrisht në ato vende? Në vitin 2010, një ekip ndërkombëtar propozoi një teori të re. Ata thanë se këto zona nuk janë thjesht guri i ngjehtë. Ato janë mbetje nga formimi i tokës. Kur planeti ynë u formua 4 miliardë 600 milion vjet më parë, ai u bombardua nga objekte të mëdha. Disa prej këtyre objekteve ishin të mëdha sa Marsi. Kur goditnin, ato shkrihnin pjesë të mëdha të mantelit. Materiali i shkrir ishte kaq i dendur sa fundosi deri në fund të mantelit, dhe atje mbeti për miliarda vjet. Kjo teori tinglon e çmendur, por ka prova. Analiza kimike e disa shkëmbinjve vulkanik tregon përbërje që nuk përputhet me asgjë tjetër në tokë. Është sikur këto shkëmbinj vijnë nga një planet tjetër. Dhe ndoshta vijnë. Ndoshta janë copa të objekteve që goditën tokën në filimet e saj. Kopa që kanë qëndruar të fshehura në thellësitë e mantelit për miliarda vjet. Dhe tani, ngadalë, po ngrihen përsëri në sipërfaqe nëpërmjet vulkaneve. Por edhe kjo teori ka probleme. Nëse këto zona janë mbetje të vjetra, pse nuk janë përzier me pjesën tjetër të mantelit? Manteli rrjedh, ai lëviz, ai përzihet vazhdimisht. Si mund të mbeten këto strukturat e qëndrueshme për miliarda vjet? Është sikur të hedhësh vaj në ujë dhe të presësh që ai të qëndrojë në të njëjtin vend përgjithmonë, edhe pse uji valzon rreth tij. Tani le të shkojmë edhe më thellë. Le të shkojmë në kufirin midis mantelit dhe bërthamës së jashtme, në thellësinë 2900 kilometra. Këtu gjendet anomalia e tretë, dhe kjo është aq e çuditshme sa disa shkencëtar mendojnë se mund të ndryshojë të gjithë kuptimin ton për planetin. Në vitin 1985, sismologu danez Inge Lehmann zbuloi se bërthamja e brendshme është e ngurtë. Kjo ishte një zbulim revolucionar, por ajo zbuloi edhe diçka tjetër, diçka që shkencëtarët e injoruan për dekada. Ajo vuri re se valët sismike që kalonin nëpër kufirin midis mantelit dhe bërthamës ndonjëherë reflektoheshin në mënyra të pazakonta. Ishte sikur kishte diçka atje që nuk duhej të ishte. 50 vjet më vonë, me instrumente shumë më të sofistikuara, shkencëtarët filluan ta kuptojnë se çfarë kishte parë Lehmann. Në kufirin midis mantelit dhe bërthamës ka një shtresë e hollë. Ajo është vetëm disa kilometra e trash, por përbërja e saj është krejtësisht e pazakontë. Ajo nuk është as gur si manteli, as hekur i lëngshëm si bërthamja.
Ajo është diçka në mes, një lloj lënde që nuk ekziston askund tjetër në planet. Kjo shtresë quhet zona D me 2 pika. Emri vjen nga mënyra se si shkencëtarët e klasifikojnë shtresat e tokës, por emri nuk tregon sa e çuditshme është. Në këtë zonë, temperatura është rreth 4000 gradë Celsius. Presioni është 1.300.000 herë më i madh se presioni në sipërfaqe. Në këto kushte, materiali sillet në mënyra që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Disa shkencëtarë mendojnë se zona D me 2 pika është një varrezë e pllakave tektonike. Kur një pllakë oqeanike zhytet në një tjetër, ajo fundoset në mantel. Ajo udhton poshtë për miliona vjet dhe në fund, ajo arrin në fund të mantelit. Atje, ajo nuk mund të shkojë më poshtë sepse bërthamja është shumë e dendur. Kështu që ajo grumbullohet. Ajo krijon një shtresë të materialit të ftohtë mbi bërthamën e ngjehtë. Por kjo nuk shpjegon gjithçka. Nëse zona D me 2 pika është thjesht materiali grumbulluar, pse ka struktura kaq komplekse? Studimet e fundit tregojnë se kjo zonë ka male dhe lugjina. Ka rajone ku materiali është më i dendur dhe rajone ku është më pak i dendur. Ka edhe struktura që duken si oqeane të lëngshme, por si mund të ketë oqeane në thelsinë 2900 kilometra? Në vitin 2017, një grup shkencëtarësh kinez propozoi një ide që tinglon si shkencë fantastike. Ata thanë se zona D me 2 pika mund të përmbajë ujë, jo ujë i lëngshëm si ai që pim, por ujë i lidhur kimikisht me mineralet. Në presion dhe temperaturë ekstreme, ky ujë mund të lirohet dhe të formojë struktura të çuditshme. Struktura që sjellin si lëngje, por janë më të dendura se qeliku. Nëse kjo teori është e saktë, atëherë zona D me 2 pika mund të përmbajë më shumë ujë se të gjitha oqeanet e tokës së bashku. Ky ujë mund të luajë një rol kyç në mënyrën se si planeti ynë funksionon. Ai mund të ndikojë në lëvizjen e pllakave tektonike, ai mund të ndikojë në fushën magnetike të tokës. Ai mund të jetë arsyeja pse planeti ynë është i gjallë, ndërsa planetë të tjerë janë të vdekur. Por ne nuk e dimë me siguri. Zona D me 2 pika mbetet një nga vendet më të panjohura në planet. Një vend ku ligjet e fizikës që ne njohim mund të mos vlejnë. Një vend ku materiali mund të ekzistojë në gjendje që ne nuk i kemi parë kurrë në laborator. Tani, le të kthehemi përsëri lart. Jo në sipërfaqe, por në një thellësi ku diçka edhe më e çuditshme po ndodh. Në thellësinë 500 deri në 650 kilometra, këtu gjendet anomalia e 4. Dhe kjo është aq e pazakont sa disa shkencëtarë mendojnë se mund të ketë një oqean të tërë të fshehur në këmbët tona. Në vitin 2014, një ekip shkencëtarësh amerikan publikoi një studim që trondit botën gjeologjike. Ata kishin gjetur një diamant të vogël në Brazil. Ky diamant kishte diçka të pazakont brenda tij, një mineral që quhet ringwoodit. Ky mineral formohet vetëm në thellësi të mëdha, në presion ekstrem. Por gjëja më e çuditshme nuk ishte minerali vet, ishte ajo që përmbante. Ujë. Jo pika ujë, jo lagështi, por ujë i lidhur kimikisht në strukturën kristalore të mineralit. Dhe sasia ishte e mahnitshme. Ky diamant i vogël përmbante 1,5% ujë sipas peshës. Kjo tingëllon e vogël, por kur e shumëzon në vëllimin e tërë të mantelit në atë thellësi, del një shifër e pabesueshme. Mund të ketë aq shumë ujë atje, sa 3 herë vëllimi i të gjitha oqeaneve të tokës. Kjo zonë quhet zona e tranzicionit. Ajo shtrihet nga 410 deri në 660 kilometra thellësi. Në këtë zonë, presioni është aq i madh sa mineralet ndryshojnë strukturën e tyre kristalore. Olivina, minerali më i zakonshëm në mantel, transformohet në wachslate. Pastaj, wachslate transformohet në ringwoodit. Dhe këto minerale të reja kanë një aftësi të pazakont. Ato mund të përthithin ujë si një sfungjer. Por si arriti uji atje? Teoria më e pranuar thot se uji vjen nga sipërfaqja. Kur plakat tektonike zhyten, ato marrin me vete ujë. Ky ujë është i lidhur me mineralet në gurin oqeanik. Ndërsa plaka zhytet më thellë, presioni rritet. Në një pikë, mineralet nuk mund ta mbajnë më ujin. Ai lirohet. Por në vend që të ngjitet përsëri në sipërfaqe, ai përthithet nga mineralet e zonës së tranzicionit.
Kjo do të thotë se zona e tranzicionit vepron si një filtr gjigant. Ajo kap ujin që vjen nga sipërfaqja dhe e mban atje për miliona vjet. Por çfarë ndodh me këtë ujë? A qëndron atje përgjithmonë, apo në një moment ai lirohet dhe kthehet në sipërfaqe? Disa shkencëtar mendojnë se ky ujë mund të jetë burimi i vulkaneve. Kur presioni bëhet shumë i madh, uji lirohet papritur. Ai ngrihet shpejt nëpër të çarra në mantel. Kur arrin në sipërfaqe, ai shpërthen si një vulkan. Kjo mund të shpjegojë pse disa vulkane kanë aq shumë avull ujë. Ata nuk po shpërthejnë vetëm magmë, Ata po shpërthejnë ujë që ka qenë i fshehur në thelësitë e tokës për miliona vjet. Por ka edhe një teori më e çmendur. Disa shkencëtar mendojnë se zona e tranzicionit mund të përmbajë jo vetëm ujë të lidhur kimikisht, por edhe ujë të lëngshëm. Imagjinoni një oqean të tërë në thelësinë 500 kilometra. Një oqean pa dritë, pa jetë, në presion sa 150.000 atmosfera. Një oqean që nuk ka parë kurrë sipërfaqen e tokës. Kjo teori tingëllon si fantazi, por ka disa prova. Studimet sismike tregojnë se në disa zona të zonës së tranzicionit, valët ngadalsohen në mënyrë të pazakontë. Kjo mund të tregojë praninë e lëngut. Përveç kësaj, disa minerale që vijnë nga thelësi të mëdha tregojnë shenja të kontaktit me ujë të lëngshëm. Por si mund të ekzistojë ujë lëngshëm në atë thelësi? Përgjigja qëndron në presion. Në sipërfaqe, uji vluan në 100 gradë Celsius, por në presion të madh, pika e vlimit rritet. Në thelësinë 500 kilometra, uji mund të mbetet i lëngshëm edhe në temperaturë mbi 1000 gradë Celsius. Ai do të ishte një lloj uji superkritik, as i lëngshëm, as gaz, diçka në mes. Një gjendje e lëndës që ne mund ta krijojmë vetëm në laborator të specializuara. Nëse ky oqean i fshehur ekziston, ai mund të ndryshojë të gjithë kuptimin ton për planetin. Ai mund të jetë arsyeja pse toka ka ujë në sipërfaqe. Ai mund të jetë një rezervuar gjigant që furnizon oqeanet tona për miliarda vjet. Dhe ai mund të jetë arsyeja pse planeti ynë është i vetmi në sistemin diellor me jetë. Por ne ende nuk e dim me siguri. Zona e tranzicionit mbetet një nga vendet më misterioze në tokë. Një vend ku uji mund të ekzistojë në forma që ne mezi fillojmë t'i kuptojmë. Dhe tani vjen anomalia e pestë. Kjo është më e çuditshme se të gjitha të tjerat, sepse kjo nuk ka të bëjë me strukturën e tokës, ka të bëjë me diçka që po ndodh tani, diçka që po ndryshon, diçka që mund të ndikojë në të ardhmen e planetit ton. Fusha magnetike e tokës po dobësohet. Dhe askush nuk e di pse. Në këtë moment, ndërsa ju lexoni këto fjalë, diçka e padukshme po ndodh rreth jush. Diçka që nuk mund ta shihni, por që ju mbron çdo sekond të jetës suaj. Fusha magnetike e tokës. Ajo shtrihet nga bërthamja e planetit deri në hapësirë 10 mijëra kilometra larg. Ajo deflekton grimcat e ngarkuara nga dielli. Ajo na mbron nga rrezatimi kozmik. Pa të, atmosfera jon do të ishte shplar në hapësirë për miliona vjet. Oqeanet do të avullonin, jeta do të ishte e pamundur. Por kjo fush po ndryshon, dhe ndryshimi nuk është i vogël. Që nga viti 1880, kur filluan matjet e para të sakta, fusha magnetike e tokës është dobësuar me rreth 9%. Kjo tingëllon si një shifër e vogël, por në shkencën e gjeofizikës, 9% për 140 vjet është një ndryshim dramatik. Në disa rajone, dobësimi është edhe më i madh. Mbi Atlantikun jugor, midis Afrikës dhe Amerikës së Jugut, ka një zonë ku fusha magnetike është dobësuar me më shumë se 30%. Kjo zonë quhet anomalia e Atlantikut jugor, dhe ajo po rritet. Satelitët që fluturojnë mbi këtë zonë përjetojnë probleme teknike. Kompjuterët e tyre ristartohen pa shkak. Sensorët japin lehtësime të gabuara. Kjo ndodh sepse grincat e ngarkuara nga dielli depërtojnë më thellë në atmosferë në atë rajon. Ato godasin elektronikën e satelitëve, dhe çdo vit zona po bëhet më e madhe. Në vitin 2020, ajo ishte rreth 5 milion kilometra katror. Tani është pothuajse 8 milion. Ajo po rritet me shpejtësinë e një kontinenti që lviz. Por çfarë po shkakton këtë dobësim?
Përgjigja qëndron në bërthamën e jashtme të tokës. Ajo shtres prej hekurit e lëngshëm që rrjedh 2900 kilometra nën këmbët tona. Kjo shtres nuk është e qetë, ajo lviz, ajo rrotullohet. Ajo krijon rrjedhje komplekse që gjenerojnë fushën magnetike. Procesi quhet efekti dinamo. Imagjinoni një gjenerator gjigant në qendrën e planetit. Por ky gjenerator nuk është i qëndrueshëm. Rrjedhjet e hekurit të lëngshëm ndryshojnë vazhdimisht. Disa zona lëvizin më shpejt, të tjera më ngadalë. Disa rrjedhje përplasen me njëra tjetrën, të tjera bashkohen. Dhe këto ndryshime ndikojnë në fushën magnetike që ato krijojnë. Në vitin 2017, Agjencia Evropiane e Hapësirës publikoi një hartë të detajuar të fushës magnetike të tokës. Kjo hartë u krijua duke përdorur të dhëna nga 3 satelitë që quhen Swarm. Këta satelit matën fushën magnetike me saktësi të paparë, dhe ajo që zbuluan ishte shqetësuese. Fusha magnetike nuk po dobësohet një trajtshëm. Në disa vende po dobësohet shpejt, në vende të tjera po forcohet. Në disa rajone, poli magnetik po lëviz me shpejtësi të pazakontë, dhe në disa zona fusha po ndahet në 2. Kjo e fundit është veçanërisht shqetësuese. Në Afrikën Jugore ka një zonë ku fusha magnetike duket sikur po ndahet. Në vend të një poli magnetik të qartë, ka 2 zona më të dobëta. Është sikur fusha po përpiqet të krijojë 2 pola në vend të një. Disa shkencëtar mendojnë se kjo mund të jetë shenja e fillimit të një inversioni magnetik, një ngjarje ku poli magnetik verior dhe ai jugor shkëmbejnë vende. Inversionet magnetike nuk janë të reja. Ato kanë ndodhur shumë herë në historinë e tokës. Shkëmbinjt vulkanik ruajnë një regjistrim të këtyre inversione. Kur lava ngurtësohet, mineralet magnetike brenda saj rreshtohen me fushën magnetike të asaj kohe. Duke studiuar këto shkëmbinj, shkencëtarët kanë zbuluar se fusha magnetike e tokës është përmbysur më shumë se 170 herë në 110 milion vitet e fundit. Inversioni i fundit ndodhi 772.000 vjet më parë. Ai quhet inversioni Brunhes-Matuyama. Para atij inversioni, poli magnetik verior ishte në jug dhe poli jugor ishte në veri. Por sa kohë zgjat një inversioni? Kjo është një nga pyetjet më të mëdha në gjeofizik. Disa studime sugjerojnë se procesi mund të zgjas nga 1.000 deri në 10.000 vjet. Gjatë kësaj periudhe, fusha magnetike dobësohet ndjeshëm. Ajo mund të bëhet aq e dobët sa grimcat nga dielli të arrijnë në sipërfaqen e tokës. Kjo do të rrisë rrezatimin, do të dëmtojë satelitët, do të ndikojë në rrjetet elektrike dhe në raste ekstreme mund të dëmtojë edhe ADN në organizmave të gjallë. Por ka edhe një teori më shqetësuese. Disa shkencëtar mendojnë se gjatë një inversioni, fusha magnetike mund të zhduket plotësisht për një periudhë të shkurtër. Kjo do të thotë se për disa dekada apo edhe shekuj, toka do të ishte pa mbrojtje ndaj rrezatimit kozmik. Atmosfera do të bombardohej nga grimca të ngarkuara. Shtresa e ozonit do të dëmtohej dhe jeta në sipërfaqe do të përballej me një sfidë ekzistenciale. A ka ndodhur kjo ndonjëherë më parë? Disa studime sugjerojnë që po. Rreth 42.000 vjet më parë, ka prova për një ngjarje të quajtur eksurcioni La Champ. Kjo nuk ishte një inversioni i plot, por një dobësim i përkohshëm dramatik i fushës magnetike. Fusha ra në vetëm 6% të forcës së saj normale. Poli magnetik lëvizi shpejt dhe për rreth 1.000 vjet, planeti ishte pothuajse pa mbrojtje. Gjatë kësaj periudhe, rrezatimi kozmik në sipërfaqe u rrit me më shumë se 100%. Disa shkencëtar mendojnë se kjo mund të ketë kontribuar në zhdukjen e disa specieve të mëdha gjatë asaj kohe. Por apo ndodhim drejt një inversioni tani? Kjo është pyetja që të gjithë po bëjnë, dhe përgjigja është se ne nuk e dim. Dobësimi aktual i fushës magnetike mund të jetë thjesht një luhatje normale. Fusha magnetike e tokës ka pasur periudha dobësimi dhe forcimi gjatë gjithë historisë. Disa herë ajo dobësohet për disa shekuj dhe pastaj forcohet përsëri. Të tjera herë, dobësimi vazhdon dhe çon në një inversioni. Ne thjesht nuk kemi mjaft të dhëna për të parashikuar se çfarë do të ndodhë. Por ka diçka tjetër që e bën këtë situatë edhe më komplekse. Fusha magnetike nuk është e vetmja gjë që po ndryshon.
Vetë bërthamja e tokës po sillet në mënyrë të pazakontë. Në vitin 2019, një grup shkencëtarësh kinez publikoi një studim që trondit komunitetin shkencor. Ata kishin zbuluar se bërthamja e brendshme e tokës po rrotullohet me një shpejtësi të ndryshme nga pjesa tjetër e planetit. Kjo nuk ishte një zbulim krejtësisht i ri. Shkencëtarët e dinin që nga vitet 90 se bërthamja e brendshme mund të rrotullohet pak më shpejt se manteli. Por studimi i ri tregoi diçka të pazakontë. Shpejtësia e rrotullimit po ndryshon. Për dekada, bërthamja e brendshme rrotullohej pak më shpejt se pjesa tjetër e planetit. Ajo fitonte rreth 1/10 shkale në vit. Kjo tingëllon e vogël, por me kalimin e kohës, ajo do të thotë se bërthamja e brendshme bën një rrotullim të plot shtesë çdo rreth 700 vjet. Por rreth vitit 2000 vjet, diçka ndryshoi. Rrotullimi filloi të ngadalsohet. Dhe rreth vitit 2020, ai u ndall plotësisht. Tani disa studime sugjerojnë se bërthamja mund të jetë duke filluar të rrotullohet në drejtimin e kundërt. Çfarë do të thotë kjo? Askush nuk e di me siguri, por ka disa teori. Njëra thotë se ndryshimi në rrotullimin e bërthamës mund të jetë i lidhur me ndryshimet në fushën magnetike. Bërthamja e brendshme dhe bërthamja e jashtme janë të lidhura nëpërmjet forcave magnetike. Kur rrjedhjet në bërthamën e jashtme ndryshojnë, ato ndikojnë në rrotullimin e bërthamës së brendshme. Dhe kur bërthamja e brendshme ndryshon rrotullimin, ajo ndikon në rrjedhjet në bërthamën e jashtme. Është një sistem me reagim të ndërsjell. Një ndryshim në një pjesë shkakton ndryshime në pjesën tjetër. Por ka edhe një teori më e çmendur. Disa shkencëtar mendojnë se ndryshimet në rrotullimin e bërthamës mund të jenë të lidhura me ngjarje në sipërfaqe. Tërmetet e mëdha, shkrirja e akullnajave, madje edhe ndryshimet në nivelin e detit. Të gjitha këto ngjarje ndryshojnë shpërndarjen e masës në sipërfaqen e tokës. Dhe kur masa shpërndahet ndryshe, ajo ndikon në mënyrën se si planeti rrotullohet. Kjo ndikon në bërthamën e brendshme, dhe bërthamja e brendshme në këmbim ndikon në fushën magnetike. Nëse kjo teori është e saktë, atëherë ne jemi duke jetuar në një sistem shumë më të ndërlidhur se sa menduam ndonjëherë. Çdo ngjarje në sipërfaqe mund të ketë efekte në thellësitë e planetit, dhe çdo ndryshim në thellësi mund të ketë efekte në sipërfaqe. Toka nuk është një koleksion i shtresave të pavarura. Ajo është një sistem i vetëm, dinamik, ku çdo pjesë ndikon në çdo pjesë tjetër. Por le të kthehemi te fusha magnetike, sepse ka diçka tjetër që e bën këtë situatë edhe më urgjente. Ne nuk jemi duke jetuar në një kohë normale. Ne jemi duke jetuar në një kohë kur aktiviteti i diellit po ndryshon. Dieli kalon nëpër cikle 11 vjeçare. Gjatë këtyre cikleve, numri i njollave diellore rritet dhe bie. Kur ka shumë njolla diellore, dieli është më aktiv. Ai lëshon më shumë grimca të ngarkuara. Ai prodhon më shumë stuj diellore. Dhe këto stuj mund të kenë efekte dramatike në tokë. Në vitin 1859, ndodhi një nga stujt diellore më të mëdha të regjistruara ndonjëherë. Ajo quhet ngjarja Carrington, sipas astronomit anglez që e vëzgoi. Gjatë kësaj ngjarje, një shpërthim masiv i energjisë nga dieli goditi tokën. Fusha magnetike u tund aq shumë sa shkaktoi rrymë elektrike në linjat e telegrafe. Disa operator telegrafsh morën goditje elektrike, disa pajisje morën flak, dhe në disa vende telegrafët vazhduan të funksionojnë edhe pse ishin shkëputur nga burimet e energjisë. Rrjeti magnetik i tokës po gjeneronte energji elektrike. Nëse një stuj e tillë do të ndodhte sot, pasojat do të ishin katastrofike. Rrjetet elektrike do të dëmtoheshin, transformatorët do të shkriheshin, satelitët do të prishnin, sistemet GPS do të pushonin së funksionuari. Dhe pjesë të mëdha të botës do të mbeteshin pa energji elektrike për muaj të tërë. Dëmi ekonomik do të ishte në triliona dollar. Por gjëja më shqetësuese është se fusha magnetike jon tani është më e dobët se sa ishte në vitin 1859. Kjo do të thotë se ne jemi më pak të mbrojtur. Një stujë e ngjashme sot do të kishte efekte edhe më nda. Dhe stujit diellore nuk janë të rralla. Në vitin 2012, një stujë masive kaloi nëpër orbitën e tokës. Për fat të mirë, toka nuk ishte në atë vend në atë moment. Stuji kaloi vetëm një javë para se planeti ynë të arrinte atje.
Nëse do të kishte goditur, dëmi do të ishte i papar. Disa shkencëtarë krahasojnë atë stuj me ngjarjen Carrington, të tjerë thonë se ajo ishte edhe më e fortë. Pra, ne kemi një situatë ku fusha magnetike po dobësohet, bërthamja po sillet në mënyrë të pazakontë dhe dielli po kalon nëpër cikle aktiviteti. Të tre këto faktor po ndodhin në të njëjtën kohë dhe askush nuk e di se çfarë do të thotë kjo për të ardhmen. A jemi duke u drejtuar drejt një inversioni magnetik? A do të kemi një periudhë ku fusha magnetike do të jetë aq e dobët sa do të na lërë të pambrojtur? Apo kjo është thjesht një luhatje normale që do të korrigjohet vetë? Për të kuptuar këtë, shkencëtarët po studiojnë të kaluarën. Ata po shikojnë në regjistrat gjeologjik për të parë se çfarë ka ndodhur gjatë inversionet të mëpashme. Dhe ajo që po gjejnë është shqetësuese. Gjatë disa inversione ka pasur rritje të ndjeshme të rrezatimit kozmik, ka pasur ndryshime në klimë, ka pasur zhdukje të specieve, por lidhja shkak-pasojë nuk është e qartë. A shkaktuan inversionet këto ngjarje, apo ishin thjesht koincidenca? Një nga studimet më interesante u publikua në vitin 2021. Shkencëtarët analizuan bërthamat e akullit nga Antarktida. Këto bërthama përmbajnë fluska ajri nga e kaluara. Duke analizuar përbërjen kimike të këtyre fluskave, shkencëtarët mund të rekonstruktojnë kushtet atmosferike të kohëve të shkuara, dhe ata zbuluan diçka të pazakontë. Gjatë ekskursionit Lashamp, 42.000 vjet më parë, kishte një rritje të mprethtë të izotopeve radioaktive në atmosferë. Këto izotope krijohen kur rrezatimi kozmik godet atomet e azotit dhe oksigjenit. Rritja e tyre tregon se më shumë rrezatim kozmik po arrinte në sipërfaqen e tokës. Por çfarë efekti pati kjo në jetën në tokë? Kjo është një pyetje e vështirë. Disa shkencëtarë mendojnë se rritja e rrezatimit mund të ketë shkaktuar mutacione në ADN. Kjo mund të ketë përshpejtuar evolucionin, mund të ketë çuar në shfaqjen e specieve të reja, por mund të ketë shkaktuar edhe zhdukjen e specieve të tjera që nuk ishin në gjendje të përbalonin rrezatimin e shtuar. Të tjerë mendojnë se efektet ishin më të vogla. Rrezatimi u rrit, por jo aq shumë sa të shkaktonte dëme masive. Jeta vazhdoi, speciet u përshtaten dhe bota shkoi përpara. Por ka edhe një teori më shqetësuese. Disa shkencëtarë mendojnë se dobësimi i fushës magnetike mund të ketë ndikuar në klimë. Kur më shumë grimca të ngarkuara nga dielli arrin në atmosferën e sipërme, ato ndikojnë në formimin e reve. Më shumë re do të thotë më shumë pasqyrim të dritës së diellit. Kjo do të ftohte planetin, dhe një ftohje e mprethë mund të shkaktonte një epokë akullnajash. Kjo teori është kontroverse. Shumë shkencëtarë nuk e pranojnë, por disa studime të fundit kanë gjetur korelacione midis dobësimit të fushës magnetike dhe ndryshimeve klimatike në të kaluarën. Nëse kjo teori është e saktë, atëherë ne mund të jemi duke përballuar jo vetëm një sfidë teknologjike, por edhe një sfidë klimatike. Dobësimi i fushës magnetike mund të ndikojë në modelet e motit, mund të ndryshojë rrjedhat e ajrit, mund të ndikojë në temperaturat globale. Dhe në një kohë kur ne tashmë po përballemi me ndryshimet klimatike nga shkaqe të tjera, kjo mund të jetë një faktor shtesë që ne nuk e kemi marrë parasysh. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Pse po dobësohet fusha magnetike? Çfarë po ndodh në bërthamën e jashtme që po shkakton këtë ndryshim? Për të kuptuar këtë, shkencëtarët po përdorin superkompjuter për të simuluar rrjedhjet e hekurit të lëngshëm në bërtham. Këto simulime janë jashtëzakonisht komplekse. Ato duhet të marrin parasysh temperaturën, presionin, rrotullimin e tokës dhe ndërveprimet magnetike. Dhe edhe me superkompjuterët më të fuqishëm, simulimet mund të zgjatin muaj të tërë. Por rezultatet janë fascinuese. Simulimet tregojnë se rrjedhjet në bërthamën e jashtme nuk janë të qëndrueshme. Ato formojnë struktura komplekse që ngrihen dhe bien. Disa rrjedhje janë si tornado gjigante që shtrihen për mijëra kilometra. Të tjera janë si dalg që lëvizin përgjatë kufirit midis bërthames së jashtme dhe mantelit. Dhe këto struktura ndërveprojnë me njëra tjetrën në mënyra që ne mezi fillojmë t'i kuptojmë. Një nga zbulimet më interesante është se rrjedhjet në bërthamën e jashtme mund të formojnë cikle. Disa cikle zgjatin dekada, të tjera zgjatin shekuj, dhe disa mund të zgjatin mijëra vjet. Gjatë këtyre cikleve, fusha magnetike forcohet dhe dobësohet, poli magnetik lëviz dhe kthehet, dhe në disa raste, fusha mund të përmbyset plotësisht.
por parashikimi i këtyre cikleve është pothuajse i pamundur. Ka shumë variabla, shumë ndërveprime, shumë faktor që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Kjo na sjell te një pyetje filozofike. A mund ta parashikojmë të ardhmen e planetit ton? A mund të dimë se çfarë do të ndodhë me fushën magnetike në 100 vjet, në 1000 vjet? Apo jemi duke jetuar në një sistem kaq kompleks sa parashikimi afatgjatë është thjesht i pamundur? Disa shkencëtar mendojnë se ne mund të bëjmë parashikime afat shkurtra. Ne mund të dimë se çfarë do të ndodhë në 10 apo 20 vitet e ardhshme. Por përtej kësaj, sistemi bëhet kaotik. Ndryshimet të vogla në kushtet filjestare mund të çojnë në rezultate krejtësisht të ndryshme. Kjo është e njëjta arsye pse ne nuk mund të parashikojmë motin me saktësi për më shumë se 10 ditë. Sistemi është shumë i ndjeshëm ndaj kushteve filjestare. Por ka edhe një arsye tjetër pse parashikimi është i vështirë. Ne nuk e dimë se çfarë po ndodh në thelësitë e tokës tani. Ne mund të matim fushën magnetike në sipërfaqe. Ne mund të përdorim valët sismike për të parë strukturën e brendshme. Por ne nuk mund të shohim drejt për drejt rrjedhjet në bërthamën e jashtme. Ne nuk mund të matim temperaturën e saktë. Ne nuk mund të shohim se si rrjedhjet po ndryshojnë në kohë reale. Ne jemi si dikush që përpiqet të kuptojë se çfarë po ndodh brenda një motori duke dëgjuar vetëm tingullin që ai bën. Kjo na sjell te një realizim i rëndësishëm. Ne jemi duke jetuar mbi një planet që ne nuk e kuptojmë plotësisht. Ne e dimë se si funksionon në përgjithësi. Ne e dimë se ka një bërtham, një mantel, një kore. Ne e dimë se fusha magnetike gjenerohet nga rrjedhjet e hekurit të lëngshëm, por detajet na shpëtojnë. Dhe këto detaje mund të jenë kritike për të kuptuar se çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Kjo është arsyeja pse shkencëtarët po përpiqen të zhvillojnë metoda të reja për të studiuar brendësinë e tokës. Disa po propozojnë të dërgojnë sonda në thellësi më të mëdha. Të tjerë po zhvillojnë sensor të rinj që mund të detektojnë ndryshime të vogla në fushën magnetike. Dhe disa po përdorin inteligjencën artificiale për të analizuar sasi të mëdha të dhënash nga valët sismike. Qëllimi është të ndërtojnë një model më të saktë të brendësisë së tokës, një model që mund të na tregojë jo vetëm se si duket planeti ynë tani, por edhe se si ai po ndryshon. Por edhe me të gjitha këto përpjekje, ne ende jemi larg nga kuptimi i plot. Toka mbetet një mister, një planet që ne jetojmë mbi të çdo ditë, por që ne nuk e njohim vërtet. Dhe ndoshta kjo është gjëja më e mahnitshme. Ne kemi eksploruar hënën, kemi dërguar robot në Mars, kemi fotografuar galaktika në skajin e universit të dukshëm, por planeti ynë, shtëpia jon, mbetet në shumë mënyra i panjohur. Dhe tani, ndërsa fusha magnetike po dobësohet, ndërsa bërthamja po silet në mënyrë të pazakont, ndërsa dielli po kalon nëpër cikle aktiviteti, ne jemi duke u përballur me një moment kritik. Ne duhet të vendosim se sa seriozisht ta marrim këtë situatë. A duhet të investojmë më shumë në studimin e brendësisë së tokës? A duhet të përgatitemi për mundësinë e një inversioni magnetik? A duhet të ndërtojmë infrastrukturë që mund të përballojë stuhi diellore më të forta? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por ato janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë, sepse e ardhmja e planetit ton, e ardhmja e civilizimit ton mund të varet nga ato përgjigje. Dhe ndërsa ne vazhdojmë të jetojmë mbi këtë sferë të vogël që rrotullohet nëpër hapësirë, ne duhet të kujtojmë se ne jemi pjesë e një sistemi shumë më të madh, një sistem që ne mezi fillojmë ta kuptojmë, një sistem që po ndryshon, dhe një sistem që mund të na befasojë në mënyra që ne nuk mund të imagjinojmë. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë në këtë pikë ku fusha magnetike po dobësohet dhe bërthamja po silet në mënyrë të pazakont, ne duhet të bëjmë një pyetje më themelore. Sa shumë mund të dimë vërtet për atë që ndodh në këmbët tona? Në vitin 2023, teleskopi James Webb dërgoi imaze që ndryshuan kuptimin ton për universin. Por në të njëjtën kohë, instrumentet më të sofistikuara që ne kemi për të studiuar brendësinë e tokës po na tregojnë se ne dimë më pak se sa mendonim. Le të fillojmë me një fakt shqetësues. Thelësia më e madhe ku njeriu ka arritur ndonjëherë është 12 kilometra. Kjo është Pusi Kola në Rusi. Gërmimi filloi në vitin 1960, vazhdoi për 23 vjet dhe në fund ata u detyruan të ndalonin. Jo sepse nuk kishin teknologji, por sepse temperatura ishte kaq e lartë sa instrumentet po shkrieshin.
12 kilometra. Kjo është 0,2% e rrugës deri në qendër të tokës. Imagjinoni të përpiqeni të kuptoni një libër duke lexuar vetëm 2 shkronjat e para të fjalës së parë. Kjo është sa dim ne për brendësinë e planetit ton nga vëzhgjimi i drejt për drejt. Gjithçka tjetër është matje indirekte. Vallë sismike, anomali gravitacionale, ndryshime në fushën magnetike. Ne po përpiqemi të ndërtojmë një model të një sistemi që ne nuk mund ta shohim, duke përdorur sinjale që duhet të interpretohen. Dhe çdo interpretim ka pasiguri. Por në vitin 2024, një zbulim i ri e bëri situatën edhe më komplekse. Një grup shkencëtarësh japonez po studionte vallë sismike nga një tërmet i madh në Turqi. Ata përdorën një rrjet prej 3500 sensorësh të shpërndar në të gjithë Azinë, dhe ata zbuluan diçka që nuk duhej të ishte atje. Vallët sismike që kalonin nëpër mantel po ngadalsoheshin në mënyra që nuk përputheshin me asnjë model ekzistues. Ishte sikur ato po kalonin nëpër një material që ndryshonte densitetin e tij çdo disa qindra kilometra, por jo në mënyrë të rregullt, jo në mënyrë që mund të parashikohej, por në mënyrë kaotike. Kjo zbulim e bëri të qartë se modelet tona për mantel janë shumë më të thjeshta se realiteti. Ne e trajtojmë mantelin si një sistem me shtresa, manteli sipërm, zonë tranzicioni, manteli poshtëm. Por realiteti duket se është shumë më kompleks. Manteli mund të ketë struktura në të gjitha shkallët, nga qindra metra deri në mijëra kilometra. Dhe këto struktura mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Por si mund të ndryshojnë? Manteli është gur. Guri nuk rrjedh shpejt, apo jo? Këtu vjen një nga paradokset më të mëdha të gjeologjisë. Manteli është i ngurtë. Nëse do të godisje mantelin me një cekiq, ai do të thyej si guri. Por në shkallë kohore gjeologjike, manteli rrjedh si një lëng i ngadalt. Ai lëviz, ai përzihet, ai krijon rrjedha konvektive që lvizin plaka tektonike. Por sa shpejt rrjedh? Kjo është një pyetje që shkencëtarët kanë debatuar për dekada. Disa mendojnë se manteli rrjedh me shpejtësi disa centimetra në vit. Të tjerë mendojnë se disa zona mund të rrjedhin shumë më shpejt, dhe disa zona mund të jenë pothuajse të palvishme. Në vitin 2025, një studim i ri propozoi një ide radikale. Çfarë nëse manteli nuk rrjedh në mënyrë të vazhdueshme? Çfarë nëse ai lviz në shpërtime? Periuda të gjata qetësie, të ndërprera nga ngjarje të shpejta, ku materiali lviz me shpejtësi 10 herë më të madhe se normalisht. Kjo teori u bazua në analiza të reja të shkëmbinjve vulkanik. Disa shkëmbinj tregojnë përbërje kimike që sugjerojnë se ata u formuan nga magmë që u ngjit shumë shpejt nga thellësi të mëdha. Kaq shpejt sa materiali nuk pati kohë të përzihet me mantelin përreth. Ai arriti në sipërfaqe në gjendje pothuajse të paprekur. Nëse kjo teori është e saktë, atëherë manteli mund të jetë shumë më dinamik se sa ne mendonim. Ai mund të ketë momente kur ai shpërthen në aktivitet, momente kur rrjedhat bëhen kaq të forta sa ato mund të ndryshojnë strukturën e tërë të planetit në vetëm disa miliona vjet. Por çfarë shkakton këto shpërtime? Një teori thot se ato lidhen me ciklet e bërthamës. Kur bërthamja e brendshme rritet, ajo lëshon nxehtësi. Kjo nxehtësi krijon rrjedha të reja në bërthamën e jashtme, dhe këto rrjedha ndikojnë në mantel. Ato krijojnë zona të ngjehta që ngrihen shpejt, dhe kur këto zona arrin në sipërfaqe, ato shkaktojnë vulkanizëm masiv. Ka prova për këtë në të kaluarën. Rreth 165 milion vjet më parë, një ngjarje e quajtur Ontong Java Plateau u formua në Oqeanin Paqësor. Kjo ishte një shpërthim vulkanik kaq masiv sa ai mbuloi një zonë sa madhësia e Alaskas me shtresa lave disa kilometra të trasha. Vëllimi total i lavës ishte rreth 50 milion kilometra kub. Për krahasim, të gjithë vulkanet e tokës së bashku prodhojnë rreth 3 kilometra kub lavë në vit. Kjo do të thotë se Ontong Java Plateau u formua nga një ngjarje që ishte sa vjetra mijëra vjet aktivitet vulkanik normal. Dhe kjo ngjarje ndodhi në vetëm disa milion vjet, ndoshta edhe më shpejt. Çfarë shkaktoi këtë shpërthim?
Teoria më e pranuar thot se ishte një plume i ngjethë që u ngjit nga kufiri midis mantelit dhe bërthamës. Por pse u ngjit ai plume pikërisht atëherë? Çfarë shkaktoi atë? Disa shkencëtar mendojnë se ishte një ndryshim në bërtham, ndoshta bërthamja e brendshme arriti një madhësi kritike, ndoshta rrjedhat në bërthamën e jashtme ndryshuan papritur. Çfarëdo që ishte, ai shkaktoi një ngjarje që ndryshoi planetin, dhe këtu vjen pyetja shqetësuese. A mund të ndodhë diçka e ngjashme sot? A jemi duke jetuar në një periudhë qetësie para një shpërtimi të ri? Për të kuptuar këtë, shkencëtarët po studiojnë modelet e aktivitetit vulkanik në të kaluarën, dhe ata po gjejnë diçka interesante. Vulkanizmi nuk është i rastësishëm, ka cikle. Periudha me aktivitet të lartë të ndjekur nga periudha me aktivitet të ulët, dhe këto cikle duket se korespondojnë me ndryshime në fushën magnetike. Në vitin 2026, një studim analizoi të dhënat nga 150 vulkane aktiv në të gjithë botën. Studimi zbuloi se aktiviteti vulkanik kishte rritur me 20% në 50 vitet e fundit. Kjo rritje ishte më e dukshme në zonat ku fusha magnetike ishte më e dobët. A është kjo një koincidencë, apo ka një lidhje shkaksore? Disa shkencëtar mendojnë se fusha magnetike mund të ndikojë në mantelin e sipërm. Kur fusha dobësohet, më shumë grimca të ngarkuara nga dielli arrin në atmosferën e sipërme. Këto grimca krijojnë rrjedha elektrike, dhe këto rrjedha mund të nxejnë shtresat e sipërme të mantelit. Kjo nxehtësi shtesë mund të shkaktojë më shumë shkrirje, dhe më shumë shkrirje do të thotë më shumë vulkanizëm. Kjo teori është kontroverse. Shumë shkencëtar nuk e pranojnë. Ata thonë se energjia nga grimcat diellore është shumë e vogël për të ndikuar në mantel. Por të tjerë argumentojnë se edhe ndryshimet të vogla mund të kenë efekte të mëdha në një sistem kaq kompleks. Dhe kjo na sjell te një problem themelor. Ne po përpiqemi të kuptojmë një sistem që ka shumë variabla. Bërthamja, manteli, fusha magnetike, dielli, të gjitha këto ndërveprojnë me njëra tjetrën, dhe ne nuk e dim se cilat ndërveprime janë më të rëndësishme. Kjo është sikur të përpiqesh të parashikosh motin duke ditur vetëm temperaturën. Ti mund të dish se është nxehtë, por nuk e di nëse do të ketë shi, sepse shiu varet nga shumë faktorë të tjerë: lagështia, presioni, era. Dhe të gjithë këta faktorë ndërveprojnë në mënyra komplekse. E njëjta gjë vlen për brendësinë e tokës. Ne mund të matim fushën magnetike, ne mund të detektojmë valët sismike, por ne nuk e dim se si të gjithë këta faktorë ndërveprojnë për të krijuar sistemin që ne shohim. Dhe kjo pasiguri bëhet edhe më e madhe kur ne përpiqemi të shikojmë në të ardhmen. Çdo model që ne ndërtojmë bazohet në supozime. Supozime për atë se si manteli rrjedh. Supozime për atë se si bërthamja gjeneron fushën magnetike. Supozime për atë se si dielli ndikon në planetin ton. Dhe nëse ndonjë nga këto supozime është e gabuar, atëherë modeli ynë është i gabuar, dhe parashikimet tona janë të gabuara. Kjo na sjell te një realizim i rëndësishëm. Shkenca nuk është e përsosur. Shkenca është një proces. Një proces ku ne bëjmë supozime, i testojmë ato dhe i korrigjojmë kur zbulojmë se janë të gabuara. Por ky proces merr kohë, dhe ndonjëherë ne nuk kemi kohë. Nëse fusha magnetike po dobësohet shpejt, ne duhet të vendosim tani se çfarë të bëjmë. Ne nuk mund të presim 10 vjet për të pasur një model të përsosur. Ne duhet të veprojmë bazuar në informacionin që kemi tani. Edhe nëse ai informacion është i paplot. Por si vendosim se çfarë të bëjmë kur nuk jemi të sigurt? Kjo është një pyetje që shkencëtarët, politikanët dhe shoqëria në tërësi duhet ta përballojnë. Dhe nuk ka një përgjigje të lehtë. Disa thonë se duhet të marrim qasjen e kujdesit. Nëse ka një rrezik, edhe nëse ai rrezik është i pasigurt, ne duhet të përgatitemi për të. Kjo do të thotë të investojmë në infrastrukturë që mund të përballojë stuhi diellore. Të ndërtojmë sisteme rezervë për rrjetet elektrike, të zhvillojmë teknologji që mund të mbrojnë satelitët. Të tjerë thonë se ne nuk duhet të shpenzojmë burime për rreziqe të pasigurta. Ka shumë probleme të tjera që janë më urgjente: ndryshimet klimatike, varfëria, sëmundjet. Ne duhet të përqendrohemi në ato që dim se janë probleme reale, jo në ato që mund të jenë probleme. Kjo debat nuk është vetëm shkencore, ajo është edhe filozofike. Ajo ka të bëjë me atë se si ne vlerësojmë rrezikun, si ne vendosim se ku të investojmë burimet tona të kufizuara
dhe si ne jetojmë me pasigurinë. Por ndërsa ne debatojmë, planeti vazhdon të ndryshojë. Fusha magnetike vazhdon të dobësohet, bërthamja vazhdon të sillet në mënyrë të pazakontë, dhe ne vazhdojmë të jetojmë mbi një planet që ne nuk e kuptojmë plotësisht. Dhe kjo na sjell te një pyetje më e thellë. Çfarë do të thotë të jetosh në një botë ku ne nuk mund të dimë gjithçka? Ku ka gjithmonë pasiguri? Ku e ardhmja është gjithmonë e paqartë? Për shumicën e historisë njerëzore, njerëzit kanë jetuar me pasiguri. Ata nuk e dinin se kur do të vinte tërmeti i arshëm. Ata nuk e dinin se kur do të shpërthente vulkani. Ata jetonin ditë për ditë duke shpresuar për më të mirën. Por në shekullin e 20, ne filluam të besojmë se mund ta kontrollonim natyrën. Ne ndërtuam ndërtesa që mund të përballonin tërmete. Ne zhvilluam sisteme paralajmërimi për tsunamit. Ne menduam se mund ta bënim botën të parashikueshme. Por tani ne po zbulojmë se ka kufi për atë që ne mund të dimë. Ka sisteme që janë kaq komplekse sa parashikimi afatgjat është i pamundur. Dhe brendësia e tokës është një nga këto sisteme. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të dorëzohemi. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së studiuari planetin ton, por kjo do të thotë se ne duhet të pranojmë kufit e njohurive tona. Ne duhet të jetojmë me pasigurinë dhe ne duhet të bëjmë vendime të mençura edhe kur nuk kemi informacion të plotë. Dhe ndërsa ne bëjmë këto vendime, ne duhet të kujtojmë se ne nuk jemi vetëm. Ne jemi pjesë e një komuniteti global. Një komuniteti që ndahet të njëjtin planet. Një komuniteti që përballet me të njëjtat sfida. Nëse fusha magnetike dobësohet, ajo nuk do të ndikojë vetëm në një vend. Ajo do të ndikojë në të gjithë. Nëse ka një stuhi diellore masive, ajo nuk do të godas vetëm një kontinent. Ajo do të godas të gjithë planetin. Kjo do të thotë se ne duhet të punojmë së bashku, ne duhet të ndajmë informacionin, ne duhet të koordinojmë përpjekjet tona, dhe ne duhet të mbështesim njëri tjetrin. Por kjo është më e lehtë për t'u thënë se sa për t'u bërë. Bota është e ndarë, ka konflikte, ka konkurrencë, ka mosbesim, dhe këto pengesa bëjnë bashkëpunimin e vështirë. Megjithatë, ka shembuj të suksesshëm të bashkëpunimit global. Stacioni ndërkombëtar hapësinor është një shembull. Ai u ndërtua nga 20 vende që punuan së bashku. Ai ka qenë në orbit për më shumë se 25 vjet. Dhe ai ka qenë një simbol i asaj që ne mund të arrijmë kur punojmë së bashku. Një shembull tjetër është rrjeti global i sensorëve sismik. Ky rrjet përfshin mijëra instrumente në më shumë se 100 vende. Të dhënat nga këta sensor ndahen lirshëm me shkencëtarët në të gjithë botën, dhe kjo ndarje e të dhënave ka çuar në zbulime të rëndësishme për brendësinë e tokës. Por ne duhet të bëjmë më shumë, ne duhet të zgjerojmë këtë bashkëpunim, ne duhet të investojmë më shumë në studimin e planetit ton, dhe ne duhet të përgatitemi për sfidat që mund të vijnë, sepse e ardhmja është e pasigurt. Por kjo nuk do të thotë se ne jemi të pafuqishëm. Ne mund të bëjmë zgjedhje, ne mund të ndërmarrim veprime, dhe ne mund të ndikojmë në atë që do të ndodhë. Dhe ndërsa ne bëjmë këto zgjedhje, ne duhet të kujtojmë se ne jemi pjesë e një historie shumë më të gjatë. Një historie që filloi 4 miliardë 600 milion vjet më parë, kur toka u formua. Një historie që ka parë kontinente që ngrihen dhe bien, që ka parë oqeane që hapen dhe mbyllen, që ka parë jetën që evoluon nga qeliza të thjeshta në qeniet komplekse që ne jemi sot. Ne jemi një moment në këtë histori, një moment i shkurtër, por një moment i rëndësishëm, sepse ne jemi speciet e parë në këtë planet që mund të studiojë brendësinë e tij, që mund të kuptojë se si ai funksionon, që mund të parashikojë se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen. Dhe me këtë njohuri vjen përgjegjësi. Përgjegjësia për të mbrojtur planetin ton, përgjegjësia për të siguruar që civilizimi ynë mund të vazhdojë, përgjegjësia për të lënë një botë më të mirë për brezat e ardhshëm. Por si e bëjmë këtë kur ne nuk e dimë se çfarë do të ndodhë? Si e mbrojmë veten nga rreziqe që ne nuk i kuptojmë plotësisht? Përgjigjja qëndron në fleksibilitet. Ne duhet të ndërtojmë sisteme që mund të përshtaten, që mund të përballojnë ndryshime, që mund të vazhdojnë të funksionojnë edhe kur kushtet ndryshojnë. Kjo do të thotë të ndërtojmë rrjete elektrike që mund të izolojnë seksione kur ka një stuhi diellore, të zhvillojmë sisteme komunikimi që mund të funksionojnë edhe kur satelitët janë jashtë funksionit, të krijojmë rezerva të burimeve kritike që mund të përdoren në rast emergjence,
Por kjo do të thot edhe të ndërtojmë një shoqëri që është më rezistente, një shoqëri ku njerëzit janë të informuar, ku ata kuptojnë rreziqet, ku ata janë të përgatitur të veprojnë kur është e nevojshme. Dhe kjo fillon me arsimin. Ne duhet të mësojmë njerëzve për planetin ton, për atë se si ai funksionon, për sfidat që ne përbalemi dhe për atë që ata mund të bëjnë për të ndihmuar. Por arsimi nuk mjafton. Ne duhet edhe të ndërtojmë besim. Besim në shkencë, besim në institucione, besim në njëri tjetrin. Sepse pa besim, bashkëpunimi është i pamundur. Dhe ndërtimi i besimit merr kohë. Ai kërkon transparencë, ai kërkon ndershmëri. Ai kërkon që shkencëtarët të pranojnë kur ata nuk e dinë diçka, që politikanët të pranojnë kur ata kanë bërë gabime, që mediat të raportojnë në mënyrë të saktë dhe të përgjegjshme. Kjo është një sfidë e madhe, por është një sfidë që ne duhet ta përballojmë, sepse e ardhmja e planetit ton varet nga ajo. Dhe ndërsa ne përbalemi me këtë sfidë, ne duhet të kujtojmë se ne nuk jemi të parët që kanë jetuar në kohë të pasigurta. Gjatë gjithë historisë, njerëzit kanë përballuar sfida që dukeshin të pamundura, dhe ata i kanë kapërcyer ato. Ata i kanë kapërcyer ato jo sepse kishin të gjitha përgjigjet, por sepse kishin guximin për të vepruar edhe kur nuk ishin të sigurt. Sepse kishin shpresën se e ardhmja mund të ishte më e mirë, dhe sepse kishin vendosmërinë për të punuar së bashku. Ne kemi të njëjtin guxim, të njëjtën shpresë, të njëjtën vendosmëri. Dhe ne kemi diçka që brezat e mëpashëm nuk e kishin. Ne kemi teknologji, ne kemi njohuri, ne kemi aftësinë për të komunikuar dhe bashkëpunuar në shkallë globale. Nëse ne përdorim këto mjete me mensuri, ne mund të përballojmë çdo sfidë që vjen. Ne mund të mbrojmë planetin ton, dhe ne mund të sigurohemi që civilizimi ynë vazhdon për brezat e ardhshëm. Por kjo kërkon që ne të veprojmë tani, jo nesër, jo vitin e ardhshëm, por tani. Sepse sa më shumë që ne presim, aq më e vështirë bëhet sfida. Dhe ndërsa ne veprojmë, ne duhet të kujtojmë se ne nuk jemi duke luftuar kundër natyrës. Ne jemi pjesë e natyrës. Ne jemi pjesë e këtij planeti, dhe e ardhmja jon është e lidhur me të ardhmen e tij. Kjo do të thotë se ne duhet të respektojmë planetin ton, të kuptojmë kufijtë e tij dhe të jetojmë në harmoni me të. Jo të përpiqemi ta kontrollojmë, por të përpiqemi ta kuptojmë. Dhe të përpiqemi të jetojmë në një mënyrë që është e qëndrueshme, sepse në fund të fundit ne kemi vetëm një planet, një shtëpi, një vend ku ne mund të jetojmë. Dhe nëse ne e shkatërrojmë atë, ne nuk kemi ku të shkojmë. Kjo është arsyeja pse studimi i brendësisë së tokës është kaq i rëndësishëm. Jo vetëm sepse është interesant, jo vetëm sepse na ndihmon të kuptojmë se si planeti funksionon, por sepse ai mund të na ndihmojë të mbrojmë të ardhmen tonë. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë studim, ne do të zbulojmë më shumë mistere, ne do të gjejmë më shumë anomali, ne do të përballim me më shumë pyetje se sa përgjigje. Por kjo është bukuria e shkencës. Ajo nuk është për të gjetur të gjitha përgjigjet. Ajo është për të bërë pyetjet e duhura, për të eksploruar të panjohurën, për të zgjeruar kufijtë e njohurive tona. Dhe çdo zbulim i ri, çdo anomali e re, na sjell një hap më afër kuptimit të planetit ton, një hap më afër kuptimit të vendit ton në univers, një hap më afër kuptimit të asaj që do të thotë të jesh njeri në këtë sferë të vogël që rrotullohet në përhapësirë. Dhe kjo është një udhtim që sapo ka filluar. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë në prag të kuptimit, le të përbalem me një të vërtetë që shkencëtarët rrallë pranojnë hapur. Të gjitha këto anomali, të gjitha këto mistere që sapo eksploruam, na çojnë në një përfundim shqetësues. Ne nuk jemi duke studiuar një planet të vdekur. Ne jemi duke studiuar një organizëm të gjallë që po ndryshon përpara syve tan. Dhe ndryshimi po përshpejtohet. Në vitin 2023, një ekip ndërkombëtar shkencëtarësh publikoi një studim që trondit komunitetin gjeologjik. Ata kishin analizuar të dhëna sismike nga 50 vitet e fundit, dhe ata zbuluan diçka që askush nuk e kishte vënë re më parë. Shpejtësia me të cilën valët sismike kalojnë në përbërthamën e brendshme po ndryshon. Jo ngadalë, jo gradualisht, por në mënyrë të matshme brenda një jete njerëzore. Kjo do të thotë se bërthamja e brendshme, ajo sferë ngurtë hekuri në qendër të planetit ton, po transformohet. Struktura e saj kristalore po riorganizohet. Dhe kjo po ndodh tani ndërsa ne flasim.
Por çfarë po shkakton këtë transformim? Përgjigja mund të qëndrojë në një zbulim edhe më të çuditshëm. Në vitin 2021, shkencëtarët zbuluan se bërthamja e brendshme nuk po rritet me të njëjtën shpejtësi në të gjitha drejtimet. Një anë po rritet më shpejt se ana tjetër. Kjo asimetri krijon një lloj rrjedhe brenda bërthamës së ngurtë. Hekuri kristalizohet në një anë, pastaj rrjedh ngadalë drejt anës tjetër, ku ai rikristalizohet përsëri. Imagjinoni një top bore që po rritet, por vetëm në një anë. Bora e re shtohet në një anë, ndërsa ana tjetër mbetet e pandryshuar. Me kalimin e kohës, topi do të fillojë të humbasë ekuilibrin. Ai do të fillojë të lëviz. Dhe kjo është saktësisht ajo që po i ndodh bërthamës së brendshme të tokës. Por pse po ndodh ka një asimetri? Teoria më e pranuar thotë se ka të bëjë me atë që ndodh mbi bërtham. Manteli nuk është uniform. Ka zona ku ai është më i ngjehtë dhe zona ku është më i ftohtë. Këto ndryshime në temperaturë ndikojnë në mënyrën se si ngjehtësia rrjedh nga bërthamja jashtme në bërthamën e brendshme. Dhe kjo krijon kushte të ndryshme për kristalizimin e hekurit. Por kjo shpjegim ngre një pyetje edhe më shqetësuese. Nëse manteli po ndikon në bërtham dhe bërthamja po ndikon në fushën magnetike dhe fusha magnetike po ndikon në sipërfaqen e tokës, atëherë ne kemi një sistem me lidhje të plotë. Një ndryshim në një pjesë të sistemit mund të shkaktojë ndryshime në të gjitha pjesët e tjera. Dhe këtu vjen momenti kur ne duhet të jemi plotësisht të sinqertë. Shumë nga ajo që ju kam treguar tinglon si shkencë fantastike. Oqeane të fshehura në thellësi, kontinente të varrosura në mantel, bërtham që rriten në mënyrë asimetrike, fusha magnetike që po dobësohen. Është e lehtë të mendosh se këto janë thjesht teori të çmendura, që shkencëtarët po shpikën histori për të mbajtur vëmendjen. Por ja e vërteta. Çdo gjë që ju kam treguar bazohet në të dhëna reale, në matje të sakta, në eksperimente të përsëritura. Shkencëtarët nuk po shpikën këto anomali, ata po i zbulojnë ato, dhe çdo zbulim i ri po i bën ato edhe më reale, edhe më shqetësuese. Megjithatë, ka një arsye pse shumë njerëz janë skeptik. Sepse për dekada ne kemi dëgjuar paralajmërime për katastrofa që kurrë nuk kanë ndodhur. Në vitet e 70 na thanë se do të kishte një epokë të re akullnajash. Në vitet e 80 na thanë se shiu acid do të shkatronte pyjet. Në vitet e 90 na thanë se shtresa e ozonit do të zhdukej. Dhe çdo herë katastrofa nuk erdhi. Jo sepse paralajmërimet ishin të gabuara, por sepse ne morëm masa, ne ndryshojmë sjelljen tonë, ne zgjidhëm problemin. Por me brendësinë e tokës, situata është ndryshe. Ne nuk mund të ndryshojmë atë që po ndodh në thellësi 2900 kilometra. Ne nuk mund të ndalojmë bërthamën nga rritja asimetrike. Ne nuk mund të forcojmë fushën magnetike me vullnetin tonë. Këto janë procese që ndodhin në një shkallë kaq të madhe sa ndërhyrja njerëzore është e pamundur. Pra, çfarë mund të bëjmë? Përgjigjja qëndron në kuptim dhe përgatitje. Ne mund të studiojmë këto procese, ne mund të mësojmë se si ato funksionojnë, dhe ne mund të përgatitemi për pasojat e tyre. Le të shohim një shembull konkret. Anomalia e Atlantikut Jugor, ajo zonë ku fusha magnetike është jashtëzakonisht e dobët, po zgjerohet. Në vitin 1980, ajo mbulonte një zonë rreth Brazilit. Sot, ajo shtrihet nga Amerika e Jugut deri në Afrikën Jugore. Dhe ajo po lëviz drejt perëndimit me një shpejtësi rreth 20 kilometra në vit. Kjo do të thotë se brenda 20 vjetëve, kjo anomali mund të mbuloj pjesë të mëdha të oqeanit paqësor. Dhe kjo do të ketë pasoja. Satelitet që fluturojnë mbi këtë zonë tashmë përjetojnë probleme. Kompjuteret e tyre ristartohen pa shkak. Senzorët japin lehtësime të gabuara. Dhe në disa raste, satelitet kanë dështuar plotësisht. Tani imagjinoni se çfarë do të ndodh kur kjo zonë të jetë edhe më e madhe. Kur ajo të mbulojë rrugët kryesore të satelitëve. Kur ajo të ndikojë në sistemet GPS që ne përdorim çdo ditë. Kur ajo të ndikojë në komunikimet që lidhin botën. Disa kompani tashmë po marrin masa. Ata po ndërtojnë satelit me mbrojtje më të fortë kundër rrezatimit. Ata po zhvillojnë software që mund të detektojë dhe korrigjojë gabimet e shkaktuara nga grimcat e ngarkuara. Ata po krijojnë sisteme rezervë që mund të marrin përsipër kur satelitet kryesor dështojnë. Por këto masa kushtojnë, dhe jo të gjithë janë të gatshëm t'i paguajnë ato. Disa kompani po presin.
Ata po shpresojnë se problemi do të zgjidhet vetë, ose se dikush tjetër do ta zgjidhë atë. Kjo qasje është e rrezikshme, sepse sa më shumë që ne presim, aq më e madhe bëhet sfida, dhe në një moment mund të jetë shumë vonë për të marrë masa. Por le të kthehemi te pyetja themelore. Çfarë po shkakton të gjitha këto ndryshime? Pse po ndodhin tani? A ka një shkak të përbashkët që i lidh të gjitha këto anomali? Disa shkencëtar mendojnë se po. Ata mendojnë se ne jemi duke hyrë në një fazë të re të evolucionit të planetit ton. Një fazë ku proceset që kanë qenë të qëndrueshme për miliona vjet po fillojnë të ndryshojnë. Një teori thot se kjo ka të bëjë me ftojën e tokës. Planeti ynë po humbet në nxehtësi. Kjo është një proces i ngadalt që ka vazhduar që nga formimi i tokës. Por në disa momente, ky proces po shpejtohet. Dhe ne mund të jemi duke jetuar në një nga ato momente. Kur toka ftohet, bërthamja e brendshme rritet. Më shumë hekur i lëngshëm kristalizohet dhe shtohet në sferën e ngurtë. Por ky proces nuk është uniform. Ai ndodh më shpejt në disa zona se sa në të tjera. Dhe kjo krijon asimetrinë që ne po vëzhgojmë. Ndërkohë, ftoja ndikon edhe në mantel. Rrjedhat konvektive ngadalsohen, pllakat tektonike lvizin më ngadal, dhe kjo ndikon në mënyrën se si nxehtësia transferohet nga brendësia e tokës në sipërfaqe. Por ka edhe një teori tjetër. Kjo teori thot se ndryshimet nuk kanë të bëjnë me ftojen, por me një ngjarje specifike që ndodhi në të kaluarën. Një ngjarje që ende po ndikon në planet sot. Rreth 750 milion vjet më parë, ndodhi diçka e pazakontë. Plakat tektonike filluan të lvizin në një mënyrë të re. Kontinentet që ishin të bashkuara filluan të ndaheshin. Oqeanet e rinj filluan të hapen. Dhe kjo ndryshoi mënyrën se si nxehtësia rrjedh nëpër mantel. Disa shkencëtar mendojnë se këto ndryshime krijuan një lloj vale që udhtoi nëpër mantel. Një val që arriti në fund të mantelit dhe u pasqyrua përsëri. Dhe tani, 750 milion vjet më vonë, kjo val po kthehet. Ajo po arrin përsëri në sipërfaqe, dhe ajo po shkakton ndryshime që ne po vëzhgojmë. Kjo teori tinglon e çmendur, por ka disa prova që e mbështesin. Analiza e rrjedhave në mantel tregon se ka struktura që duken si val. Këto struktura kanë një gjatësi vale prej mijëra kilometrash, dhe ato po lvizin me një shpejtësi rreth 1 centimetër në vit. Nëse kjo teori është e saktë, atëherë ndryshimet që ne po shohim tani janë vetëm fillimi. Vala do të vazhdojë të lviz. Ajo do të ndikojë në zona të reja, dhe ajo do të shkaktojë ndryshime të reja që ne nuk mund t'i parashikojmë. Por pavarësisht se cila teori është e saktë, një gjë është e qartë. Toka nuk është një planet statik. Ajo është një sistem dinamik që po ndryshon vazhdimisht. Dhe ne jemi duke jetuar në një moment kur këto ndryshime po bëhen të dukshme. Tani le të flasim për diçka që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Koha. Kur ne flasim për procese gjeologjike, ne flasim për shkallë kohore që janë jashtë përvojës njerëzore. Miliona vjet, miliarda vjet. Këto janë numra kaq të mëdhenj sa truri ynë nuk mund t'i përfiturojë vërtet. Por le të përpiqemi ta bëjmë këtë më konkrete. Le të ngjeshim të gjithë historinë e tokës në një vit. Nëse toka u formua në 1 janar, atëherë jeta e parë shfaqet diku në Mars. Kafshët e para komplekse shfaqen në nëntor. Dinosaurët sundojnë në dhjetor, dhe njerëzit modern shfaqen në 31 dhjetor, rreth 23 minuta para mesnatës. Në këtë shkallë, e gjithë historia e shkruar e njerëzimit zgjat vetëm disa sekonda. Revolucioni industrial ndodhi 1 sekond më parë, dhe ne kemi qenë duke studiuar brendësinë e tokës për më pak se 1 sekond. Kjo do të thotë se ne jemi duke përpiqur të kuptojmë procese që kanë vazhduar për miliarda vjet, bazuar në vëzhgjime që kanë zgjatur vetëm një fraksion të vogël të 1 sekond. Është sikur të përpiqesh të kuptosh një film duke parë vetëm një kuadër të vetëm. Dhe megjithatë, ne kemi bërë përparim të jashtëzakonshëm. Ne kemi zbuluar se si planeti funksionon. Ne kemi kuptuar proceset që formojnë kontinentet dhe oqeanet. Ne kemi mësuar se si fusha magnetike gjenerohet. Ne kemi zbuluar anomali që askush nuk i kishte imagjinuar. Por sa më shumë që ne mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Çdo përgjigje që gjejmë ngre 10 pyetje të reja. Çdo zbulim hap një fushë të re të panjohur, dhe kjo na sjell te një realizim i rëndësishëm. Shkenca nuk është për të gjetur të gjitha përgjigjet.
Ajo është për të bërë pyetjet e duhura, për të pranuar kur ne nuk e dim diçka, për të qenë të sinqert për kufijtë e njohurive tona. Kjo është arsyeja pse unë ju kam treguar jo vetëm ato që ne e dim, por edhe ato që ne nuk i dim. Jo vetëm teoritë që funksionojnë, por edhe ato që kanë probleme, sepse kjo është mënyra se si shkenca vërtet funksionon. Jo si një koleksion faktesh të pandryshueshme, por si një proces i vazhdueshëm zbulimi dhe rivlerësimi. Dhe tani, ndërsa po afrohemi në fund të kësaj eksplorimi, le të shohim një herë të fundit në të 5 anomalitë që eksploruam. Zona me shpejtësi ultra të ulët, provincat e mëdha me shpejtësi të ulët, zona D me 2 pika, zona e tranzicionit me ujin e saj të fshehur dhe fusha magnetike që po dobësohet. Çdo një nga këto anomali na tregon diçka të rëndësishme për planetin ton. Ato na tregojnë se toka është shumë më komplekse se sa ne menduam, se ka procese që ndodhin në thelsi që ne mezi fillojmë t'i kuptojmë, se ka lidhje midis pjesëve të ndryshme të planetit që ne nuk i kishim imagjinuar. Por më e rëndësishmja, këto anomali na tregojnë se ne jemi duke jetuar në një planet të gjallë, një planet që po ndryshon, një planet që ka një histori të gjatë dhe një të ardhme të pasigurt. Dhe kjo na sjell te pyetja përfundimtare. Çfarë do të ndodhë tani? Ku po na çon ky udhtim? A do të kemi një inversioni magnetik? A do të zbulohen anomali të reja? A do të ndryshojë kuptimi ynë për planetin përsëri? Përgjigjja është se ne nuk e dim. Dhe kjo është në rregull, sepse pasiguria nuk është një dobësi. Ajo është një mundësi për të eksploruar, për të zbuluar, për të mësuar. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë eksplorimi, ne duhet të kujtojmë se ne nuk jemi vetëm. Ne jemi pjesë e një komuniteti global shkencëtarësh që po punojnë për të kuptuar planetin ton. Një komuniteti që ndan të dhënat, që bashkëpunon, që ndërton mbi punën e njëri tjetrit. Dhe ne jemi pjesë e një historie edhe më të gjatë, një historie që fillon me njerëzit e parë që shikuan qiellin dhe u pyetën se çfarë ishte atje, që shikuan tokën në këmbët e tyre dhe u pyetën se çfarë ishte poshtë, që kishin kuriozitetin për të eksploruar dhe guximin për të kërkuar përgjigje. Ne jemi trashëgimtarët e atij kurioziteti, dhe ne kemi përgjegjësinë për ta çuar atë përpara, për t'u bërë pyetjet që brezat e ardhshëm do të përpiqen t'i përgjigjen, për të lënë një trashëgim i njohurish që do të ndërtojnë mbi të, sepse në fund të fundit, kjo është ajo që na bën njerëz. Jo aftësia për të gjetur të gjitha përgjigjet, por aftësia për të bërë pyetje, për të eksploruar, për të kuptuar dhe për të ndërtuar një botë më të mirë bazuar në atë kuptim. Dhe ndërsa ne qëndrojmë këtu, mbi këtë sferë të vogël që rrotullohet nëpër hapësirë me mistere të fshehura në thelësitë e saj, ne duhet të kujtojmë se çdo hap që marrim drejt kuptimit është një fitore. Çdo zbulim që bëjmë është një dritë e re në errësirë. Çdo pyetje që bëjmë na çon një hap më afër të vërtetës. Dhe e vërteta, sado e vështirë të jetë, sado e pasigurt të jetë, është gjithmonë më e mirë se ignoranca. Sepse vetëm duke kuptuar planetin ton, ne mund ta mbrojmë atë. Vetëm duke pranuar kufijtë e njohurive tona, ne mund t'i zgjerojmë ato. Dhe vetëm duke qenë të sinqert për atë që ne nuk e dim, ne mund të ndërtojmë një shkencë që vërtet shërben njerëzimit. Kjo është arsyeja pse këto 5 anomali janë kaq të rëndësishme. Jo sepse ato janë kuriozitete, por sepse ato na sfidojnë. Ato na detyrojnë të mendojmë ndryshe. Ato na tregojnë se bota është më e çuditshme, më komplekse, më e mahnitshme se sa ne kishim imagjinuar. Dhe kjo është një dhuratë. Sepse një botë pa mister do të ishte një botë pa zbulim. Një botë pa zbulim do të ishte një botë pa përparim. Dhe një botë pa përparim do të ishte një botë pa shpresë. Por ne kemi shpresë, sepse ne kemi kuriozitet, ne kemi teknologji, ne kemi njohuri dhe ne kemi njëri tjetrin. Dhe me këto mjete, ne mund të përbalojmë çdo sfidë që vjen. Ne mund të zbulojmë çdo mister që fshihet. Ne mund të ndërtojmë një të ardhme që është më e mirë se e kaluara. Por kjo kërkon që ne të veprojmë me mençuri, të investojmë në shkencë, të mbështesim kërkimin, të ndajmë njohuritë dhe të punojmë së bashku për një qëllim të përbashkët. Sepse në fund të fundit, ne të gjithë ndajmë të njëjtin planet,
Ne të gjithë jetojmë mbi të njëjtën sferë që rrotullohet nëpër hapësirë. Dhe e ardhmja e atij planeti, e ardhmja e atij shtëpie, është përgjegjësia jone e përbashkët. Dhe ndërsa ne përballemi me këtë përgjegjësi, ne duhet të kujtojmë se ne nuk jemi të parët që kanë qëndruar në këtë prag. Gjatë gjithë historisë, njerëzit kanë përballuar momente kur e ardhmja duke e pasigurt, kur sfidat dukeshin të pamundura, kur rruga përpara ishte e paqartë, por çdo herë ata gjetën një mënyrë. Jo sepse kishin të gjitha përgjigjet, por sepse kishin guximin për të vazhduar, shpresën për një të ardhme më të mirë dhe vendosmërinë për ta ndërtuar atë të ardhme me duart e tyre. Ne kemi të njëjtin guxim, të njëjtën shpresë, të njëjtën vendosmëri, dhe ne kemi diçka që brezat e mëparshëm nuk e kishin. Ne kemi një kuptim më të thellë të planetit ton, një teknologji më të avancuar, një aftësi më të madhe për të bashkëpunuar në shkallë globale. Nëse ne përdorim këto mjete me mensuri, nëse ne punojmë së bashku, nëse ne mbajmë gjallë kuriozitetin dhe guximin për të eksploruar, atëherë nuk ka asgjë që ne nuk mund të arrijmë. Nuk ka mister që ne nuk mund ta zbulojmë, nuk ka sfidë që ne nuk mund ta kapërcejmë. Dhe kjo është mesazhi përfundimtar që këto 5 anomali na japin. Jo se bota është e frikshme, jo se e ardhmja është e errët, por se bota është e mahniqme, se ka ende aq shumë për të zbuluar, se udhëtimi sapo ka filluar. Dhe ndërsa ne vazhdojmë këtë udhëtim, le të mbajmë sytë tanë të hapur, le të mbajmë mendjet tona kurioz, dhe le të mbajmë zemrat tona plot shpresë. Sepse e ardhmja e planetit ton, e ardhmja e njerëzimit varet nga ajo. Por le të ndalemi për një moment. Le të shikojmë përtej fakteve dhe teorive. Le të bëjmë një pyetje më të thellë. Çfarë na tregojnë këto anomali për natyrën e realitetit? Mendoni për këtë. Ne jetojmë mbi një planet që ne e konsiderojmë të njohur. Ne ecim mbi të çdo ditë. Ne ndërtojmë shtëpi mbi të. Ne mbjellim ushqim në të. Por vetëm disa kilometra poshtë këmbëve tona, fillon një botë që është më e huaj se sipërfaqja e Marsit. Në thellësinë 5 kilometra, temperatura është mjaft e lartë për të shkrirë klumbin. Në 10 kilometra, presioni është aq i madh sa do të shtynte çdo substancë që ne njohim në forma të reja. Në 100 kilometra, shkëmbinjt rrjedhin si mjalti i ngadalt. Dhe në 2900 kilometra, hekuri i lëngshëm rrotullohet në vorbulla që krijojnë fushën magnetike që na mban gjallë. Kjo është një botë që ne nuk mund ta shohim kurrë drejt për drejt, një botë që ne mund ta studiojmë vetëm nëpërmjet pasqyrimeve të valve sismike, nëpërmjet ndryshimeve të vogla në fushën magnetike, nëpërmjet shkëmbinjve që vulkanet sjellin në sipërfaqe nga thellësi të paimagjinueshme. Dhe megjithatë, kjo botë e fshehur kontrollon gjithçka që ndodh në sipërfaqe. Ajo kontrollon ku formohen malet, ku hapen oqeanet, ku ndodhin termetet, ku shpërthejnë vulkanet. Ajo kontrollon edhe nëse ne jemi të mbrojtur nga rrezatimi kozmik apo jo. Ne jemi si insekte që ecin mbi lëkurën e një elefanti gjigant. Ne mund të shohim vetëm sipërfaqen, por poshtë asaj sipërfaqe ka një trup i tërë që lëviz, që frymëzon, që jeton, dhe lëvizjet e atij trupi përcaktojnë fatin ton. Kjo na sjell te një pyetje filozofike që shkencëtarët rrallë e bëjnë hapur. Sa shumë mund të dimë vërtet për një sistem që ne nuk mund ta vëzhgojmë drejt për drejt? Në fizikën kuantike ka një parim që quhet parimi i pasigurisë së Heisenbergut. Ai thotë se ka kufi themelore për atë që ne mund të dimë për një sistem. Sa më shumë që ne dimë për një veti, aq më pak dimë për një tjetër. Por në studimin e brendësisë së tokës, ne përbalemi me një lloj tjetër pasigurie. Jo pasiguri kuantike, por pasiguri praktike. Ne nuk mund të vendosim instrumente në thellësinë 2000 kilometra. Ne nuk mund të marrim mostra nga bërthamja. Ne nuk mund të shohim drejt për drejt se çfarë po ndodh atje. Kjo do të thotë se të gjitha njohurit tona janë indirekte. Të gjitha teoritë tona janë rekonstruktime. Të gjitha konkluzionet tona janë inferenca. Dhe kjo ngre një pyetje shqetësuese. Çfarë nëse ne po gabojmë? Çfarë nëse ka procese që ndodhin në thellësi që ne nuk i kemi imagjinuar kurrë? Çfarë nëse e gjithë kuptimi ynë për planetin është i paplot? Kjo nuk është skepticizëm i kotë. Kjo është një pyetje legjitim që çdo shkencëtar i mirë duhet ta bëjë, sepse historia e shkencës është plot me shembuj ku ne menduam se e kuptuam diçka,
vetëm për të zbuluar më vonë se ishim krejtësisht gabim. Për shekuj, njerëzit menduan se toka ishte e sheshtë, pastaj ne zbuluam se ishte sferike. Për shekuj, ne menduam se dielli rrotullohej rreth tokës, pastaj ne zbuluam se ishte e kundërta. Për dekada, ne menduam se kontinentet ishin të palvishëm, pastaj ne zbuluam tektonikën e pshakave. Çdo herë, ne menduam se kishim arritur në të vërtetën përfundimtare. Dhe çdo herë, ne zbuluam se kishte një nivel më të thellë të kuptimit. Pra çfarë nëse po ndodh e njëjta gjë tani? Çfarë nëse këto 5 anomali janë vetëm fillimi? Çfarë nëse ka një nivel krejtësisht të ri të kompleksitetit që ne nuk e kemi zbuluar ende? Disa shkencëtar mendojnë se po. Ata mendojnë se ne jemi në prag të një revolucioni të ri në kuptimin ton për planetin. Një revolucion që do të jetë po aq i madh sa zbulimi i tektonikës së plakave. Kjo teori bazohet në një vëzhgim të thjeshtë. Të gjitha anomalitë që ne kemi zbuluar kanë një gjë të përbashkët. Ato të gjitha tregojnë se brendësia e tokës është shumë më komplekse se sa ne menduam, shumë më dinamike, shumë më e ndërlidhur. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë ne duhet të mendojmë për tokën në një mënyrë krejtësisht të re. Jo si një koleksion shtresash të ndara, por si një sistem i vetëm i integruar, një sistem ku gjithçka ndikon në gjithçka tjetër. Kjo ide quhet shkenca e sistemeve të tokës, dhe ajo po bëhet gjithnjë më populore midis shkencëtarëve. Sipas kësaj qasje, ne nuk mund të studiojmë bërthamën në izolim. Ne nuk mund të studiojmë mantelin në izolim. Ne nuk mund të studiojmë korën në izolim, sepse të gjitha këto pjesë janë të lidhura. Ato ndërveprojnë, ato ndikojnë njëra tjetrën në mënyra që ne mezi fillojmë t'i kuptojmë. Për shembull, le të shikojmë lidhjen midis bërthamës dhe sipërfaqes. Në shikim të parë, këto duken si dy botë krejtësisht të ndara. Bërthamja është në thellësinë 6000 kilometra. Sipërfaqja është ku ne jetojmë. Çfarë lidhje mund të ketë? Por në fakt, lidhja është e thellë. Fusha magnetike që gjenerohet në bërtham na mbron nga rrezatimi kozmik. Pa këtë mbrojtje, jeta në sipërfaqe do të ishte e pamundur. Kështu që çdo ndryshim në bërtham ndikon drejt për drejt në mundësinë e jetës në sipërfaqe. Por ka edhe lidhje të tjera. Nxehtësia që vjen nga bërthamja nxit rrjedhat në mantel. Këto rrjedhje nxisin lëvizjen e pllakave tektonike, dhe lëvizja e pllakave krijon male, okeane, vulkane. Kështu që forma e sipërfaqes së tokës përcaktohet nga procese që ndodhin mijëra kilometra poshtë. Dhe ka edhe më shumë. Kur pllakat tektonike zhyten, ato marrin me vete ujë dhe karbonin nga sipërfaqja. Ky ujë dhe karbon udhtojnë poshtë nëpër mantel. Disa prej tyre arrin në zonën D me 2 pika. Disa mund të arrin edhe më thellë. Pastaj, pas miliona vjetësh, ky material kthehet në sipërfaqe nëpërmjet vulkaneve. Kështu që ka një cikel i tërë ku materiali lëviz nga sipërfaqja në thellësi dhe përsëri në sipërfaqe. Një cikel që zgjat miliona vjet. Një cikel që lidh të gjitha pjesët e planetit në një sistem të vetëm. Kjo do të thotë se për të kuptuar vërtet tokën, ne duhet ta shohim atë si një tërësi, jo si pjesë të ndara, por si një organizëm i vetëm që funksionon si një e tërë. Dhe kjo na sjell te një pyetje edhe më e thellë. A është toka e gjallë? Kjo tinglon si një pyetje e çmendur, por dëgjoni me kujdes. Unë nuk po them se toka është e gjallë në të njëjtën mënyrë që një kafshë është e gjallë. Unë po them se ajo ka disa nga vetit që ne i asociojmë me jetën. Ajo ka metabolizëm. Ajo konsumon energji nga bërthamja radioaktive dhe nga nxehtësia e mbetur nga formimi i saj. Ajo përdor këtë energji për të nxitur procese që ndryshojnë sipërfaqen e saj. Ajo ka homeostaz. Ajo rregullon temperaturën e saj nëpërmjet rrjedhjeve në mantel. Ajo rregullon përbërjen e atmosferës nëpërmjet vulkaneve dhe proceseve gjeologjike. Ajo ka një lloj riprodhimi. Jo në kuptimin biologjik, por në kuptimin se ajo krijon struktura të reja vazhdimisht, kontinente të rinj, oqeane të rinj, male të rinj, dhe ajo ka një lloj evolucioni. Ajo ka ndryshuar në mënyrë dramatike gjatë 4 miliardë 600 milion vjetëve të ekzistencës së saj. Ajo ka kaluar në faza të ndryshme, dhe ajo vazhdon të ndryshojë. Kjo ide që toka është një lloj organizmi të gjallë quhet hipoteza Gaia. Ajo u propozua nga shkencëtari britanik James Lovelock në vitet e 70-ta, dhe ajo ka qenë kontroverse që atëherë.
Shumë shkencëtarë refuzojnë si metaforë të tepruar. Ata thonë se toka nuk është vërtet e gjallë, ajo thjesht ka disa procese që ngjan me jetën. Por të tjerë mendojnë se kjo ide ka vlerë, jo sepse toka është fjalë për fjalë e gjallë, por sepse të menduarit për të si një sistemi integruar na ndihmon ta kuptojmë më mirë. Dhe pavarësisht se çfarë mendoni për hipotezën Gaia, një gjë është e qartë. Toka është shumë më komplekse se sa ne menduam. Ajo nuk është thjesht një top shkëmbi që rrotullohet nëpër hapësirë. Ajo është një sistem dinamik me pjesë të ndërlidhura që ndërveprojnë në mënyra që ne mezi fillojmë t'i kuptojmë. Dhe kjo na sjell te një realizim i rëndësishëm. Ne nuk jemi vetëm banor të këtij planeti. Ne jemi pjesë e tij. Çdo atom në trupin tuaj u formua në një ill që shpërtheu miliarda vjet më parë. Ato atome udhëtuan nëpër hapësirë. Ato u bën pjesë e rreve të pluhurit që formuan sistemin diellor. Ato u bën pjesë e tokës. Dhe tani, ato janë pjesë e jush. Ugji në qelizat tuaja ka qenë në oqeane, ka qenë në re, ka qenë në lumej, ka qenë në trupin e kafshëve të tjera, ka qenë në bim, dhe një ditë ai do të jetë përsëri në oqean. Karboni në ADN në tuaj ka qenë në ajër, ka qenë në bim, ka qenë në kafsh, ka qenë në shkëmbinj, ka qenë në thellësitë e tokës. Dhe një ditë ai do të kthehet atje. Ju nuk jeni të ndarë nga planeti. Ju jeni një pjesë e tij që ka fituar vetëdije për një moment të shkurtër kozmik. Ju jete një mënyrë që toka ka për të studiuar veten. Dhe kjo është një ide e mahnitshme. Për miliarda vjet, toka ekzistoi pa vetëdije. Ajo ndryshoi, ajo evoluoi, por ajo nuk e dinte se çfarë ishte. Ajo nuk mund të reflektonte mbi veten. Pastaj, rreth 2.500.000 vjet më parë, diçka e re shfaqet. Një specie që mund të mendonte, që mund të bënte pyetje, që mund të studionte botën rreth saj. Në fillim, kjo specie e re nuk e kuptoi shumë. Ajo shpjegoi botën nëpërmjet miteve dhe legjendave, por ngadalë ajo filloi të zhvillonte një mënyrë të re të kuptuarit. Një mënyrë që bazohej në vëzhgim, eksperiment, arsyetim. Kjo mënyrë quhet shkencë, dhe ajo na ka çuar në një pikë ku ne mund të shohim përtej sipërfaqes, ku ne mund të shohim në thellësitë e planetit, ku ne mund të kuptojmë procese që ndodhin në shkallë që janë jashtë përvojës sonë të drejtë për drejtë. Ne mund të shohim në bërthamën e tokës, edhe pse ajo është në thellësinë 6.000 kilometra. Ne mund të kuptojmë se si fusha magnetike gjenerohet, edhe pse ne nuk mund ta shohim atë. Ne mund të rekonstruktojmë historinë e planetit, edhe pse ajo shtrihet për miliarda vjet. Kjo është një arritje jashtëzakonshme, dhe ajo na tregon diçka të rëndësishme për natyrën e vetëdijes. Vetëdia nuk është vetëm aftësia për të menduar. Ajo është aftësia për të kuptuar, për të parë modele, për të ndërtuar teori, për të parashikuar të ardhmen bazuar në të kaluarën. Dhe kjo aftësi na jep një përgjegjësi, sepse ne jemi të vetmit në këtë planet që mund ta kuptojmë atë. Të vetmit që mund ta mbrojmë atë. Të vetmit që mund të ndikojmë në të ardhmen e tij. Por sa mirë po e bëjmë këtë? Apo përdorim kuptimin ton me mencuri? Apo mbrojmë planetin që na ka dhënë jetë? Këto janë pyetje që shkojnë përtej shkencës. Këto janë pyetje etike, pyetje filozofike, pyetje që çdo njeri duhet t'i bëjë, sepse ne jemi duke jetuar në një moment kritik. Për herë të parë në historinë e planetit, një specie ka aftësinë për të ndryshuar klimën globale, për të shkaktuar zhdukjen masive të specieve, për të ndryshuar përbërjen e atmosferës, dhe ne po e bëjmë këtë. Jo me qëllim, por si një pasojë e veprimeve tona. Të veprimeve që ne i bëjmë sepse duken të dobishme në afat të shkurtër, por që kanë pasoja afatgjata që ne mezi fillojmë t'i kuptojmë. Dhe kjo na sjell përsëri te brendësia e tokës. Sepse ajo na tregon se çdo veprim ka pasoja. Çdo ndryshim në një pjesë të sistemit ndikon në pjesë të tjera. Kur ne djegim karburant fosil, ne po çlirojmë karbon që ka qenë i fshehur në thellësitë e tokës për miliona vjet. Ne po e kthejmë atë në atmosferë. Dhe kjo po ndryshon klimën. Kur ne shkatërrojmë pyjet, ne po ndërpresim ciklet që kanë funksionuar për miliona vjet. Ciklet që lidhin sipërfaqen me thellësitë, që rregullojnë rrjedhjen e ujit, që mbajnë tokën të qëndrueshme. Kur ne ndotim oqeanet, ne po ndikojmë në procese që shkojnë shumë më thellë se sa ne shohim.
sepse oqeanet janë të lidhura me mantelin nëpërmjet zonave të subduksionit. Çdo ndryshim në oqeane mund të ketë efekte që ne nuk i kuptojmë plotësisht. Kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së ndryshuar planetin. Ndryshimi është i pashmangshëm. Çdo specie ndryshon mjedisin e saj. Kjo është pjesë e jetës. Por kjo do të thotë se ne duhet të jemi të vetëdijshëm për pasojat. Ne duhet të mendojmë afatgjat. Ne duhet të kuptojmë se veprimet tona sot do të ndikojnë në brezat që do të vijnë. Dhe kjo kërkon një lloj të ri të menduarit. Jo vetëm të menduarit shkencor, por të menduarit sistemik. Të menduarit që sheh lidhjet, që kupton kompleksitetin, që pranon pasigurinë. Sepse e vërteta është se ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë. Ne nuk e dim se si planeti do të reagojë ndaj ndryshimeve që ne po bëjmë. Ne nuk e dim se cilat janë kufijtë që ne nuk duhet t'i kalojmë. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të dorëzohemi. Kjo do të thotë se ne duhet të jemi të kujdesshëm, të jemi të matur, të jemi të përgjegjshëm. Dhe kjo na sjell te një pyetje përfundimtare. Çfarë do të thotë të jesh i përgjegjshëm ndaj një planeti që ti nuk e kupton plotësisht? Përgjigjja nuk është e thjeshtë, por ajo fillon me njohjen. Njohjen se ne jemi pjesë e një sistemi më të madh. Njohjen se veprimet tona kanë pasoja. Njohjen se ne kemi fuqi, por edhe kufi. Ajo vazhdon me respekt. Respekt për kompleksitetin e planetit. Respekt për proceset që kanë funksionuar për miliarda vjet. Respekt për speciet e tjera që ndajnë këtë planet me ne. Dhe ajo përfundon me veprim. Veprim që bazohet në kuptim, veprim që merr parasysh pasojat afatgjata, veprim që synon jo vetëm mirëqenien tonë, por mirëqenien e të gjithë sistemit. Kjo është arsyeja pse studimi i brendësisë së tokës është kaq i rëndësishëm. Jo vetëm sepse na ndihmon të kuptojmë planetin, por sepse na ndihmon të kuptojmë vendin tonë në të, përgjegjësinë tonë ndaj tij dhe mundësitë tona për ta mbrojtur atë. Dhe tani, ndërsa po afrohemi në fund të këtij udhëtimi, le të kthehemi te pyetja me të cilin filluam. Çfarë fshihet në brendësitë të tokës? Ne zbuluam 5 anomali që shkencëtarët nuk i shpjegojnë dot plotësisht. Zona me shpejtësi ultra të ulët, provincat e mëdha me shpejtësi të ulët, zona D me 2 pika, zona e tranzicionit me ujin e saj të fshehur, dhe fusha magnetike që po dobësohet. Por përtej këtyre anomalive, ne zbuduam diçka më të thellë. Ne zbuduam se planeti ynë është shumë më kompleks se sa ne menduam. Se ka procese që ndodhin në shkallë që janë jashtë përvojës sonë. Se ka lidhje që ne mezi fillojmë t'i kuptojmë. Ne zbuluam se ne jemi pjesë e një sistemi që ka ekzistuar për miliarda vjet. Një sistem që ka kaluar në ndryshime të mëdha, që ka mbijetuar katastrofa, që ka evoluar në mënyra që ne nuk mund t'i imagjinojmë. Dhe ne zbuluam se ne kemi një përgjegjësi. Përgjegjësinë për të kuptuar këtë sistem, për ta respektuar atë, për ta mbrojtur atë. Por ka edhe diçka tjetër që ne zbuluam. Diçka që është ndoshta më e rëndësishme se të gjitha faktet dhe teorit. Ne zbuluam se ka gjithmonë më shumë për të mësuar. Se çdo përgjigje që gjejmë ngre pyetje të reja, se udhëtimi i kuptimit nuk ka fund. Dhe kjo është bukuria e shkencës. Jo se ajo na jep të gjitha përgjigjet, por se ajo na mban kurioz. Ajo na mban të angazhuar. Ajo na mban duke eksploruar, sepse në fund të fundit, çfarë është jeta nëse jo një udhëtim zbulimi? Çfarë është njerëzimi nëse jo një specie që bën pyetje? Ne nuk jemi të përsosur, ne bëjmë gabime, ne kemi kufi, por ne kemi diçka që asnjë specie tjetër në këtë planet nuk e ka. Ne kemi aftësinë për të kuptuar, për të mësuar, për të ndryshuar bazuar në atë që mësojmë. Dhe kjo aftësi na jep shpresë. Shpresë se ne mund të përballojmë sfidat që vijnë, shpresë se ne mund të mbrojmë planetin ton, shpresë se ne mund të ndërtojmë një të ardhme që është më e mirë se e kaluara. Por kjo shpresë nuk është pasive, ajo kërkon veprim, ajo kërkon angazhim, ajo kërkon që secili prej nesh të luajë rolin e tij. Disa do të jenë shkencëtarë që vazhdojnë të studiojnë brendësinë e tokës, që zhvillojnë instrumente të reja, që propozojnë teori të reja, që zgjerojnë kufijtë e njohurive tona. Të tjerë do të jenë mësues që i transmetojnë këto njohuri brezave të rinj, që frymëzojnë kuriozitetin, që nxisin të menduarit kritik.
Të tjerë do të jenë politikanë që marrin vendime bazuar në shkencë, që investojnë në kërkime, që mbrojnë mjedisin. Dhe të tjerë do të jenë qytetarë të zakonshëm që jetojnë në mënyrë të përgjegjshme, që mbështesin shkencën, që kërkojnë të kuptojnë, që transmetojnë vlerat e kujdesit për planetin të fëmijët e tyre. Secili prej këtyre roleve është i rëndësishëm, sepse ndryshimi nuk vjen nga një person, ai vjen nga një komunitet, nga një shoqëri, nga një civilizim që vendos të veprojë. Dhe ndërsa ne veprojmë, le të mbajmë mend se ne nuk jemi vetëm. Ne jemi pjesë e një historie që shtrihet për miliarda vjet. Një historie që ka parë planetin të ndryshojë në mënyra dramatike, që ka parë jetën të evoluojë nga forma të thjeshta në kompleksitetin e mahnitshëm që shohim sot. Ne jemi trashëgjimtarët e kësaj historie dhe ne kemi përgjegjësinë për ta çuar atë përpara. Por le të jemi të sinqertë. Ka shumë që ne nuk e dim, ka shumë që ne nuk mund ta dim, ka shumë që do të mbetet mister për gjithmonë. Dhe kjo është në rregull, sepse misteri nuk është armiku i njohurive, ai është motori i saj. Ai është ajo që na mban duke kërkuar, që na mban duke eksploruar, që na mban gjallë intelektualisht. Ndoshta ne nuk do ta dim kurrë me siguri se çfarë shkakton zonat me shpejtësi ultra të ulët. Ndoshta ne nuk do ta kuptojmë kurrë plotësisht se si fusha magnetike gjenerohet. Ndoshta do të ketë gjithmonë anomali që na shpëtojnë. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet të ndalojmë së kërkuari. Kjo do të thotë se udhtimi është më i rëndësishëm se destinacioni. Se procesi i zbulimit është më i vlefshëm se përgjigja përfundimtare. Sepse në atë proces ne mësojmë jo vetëm për planetin, ne mësojmë për veten, ne mësojmë se çfarë do të thotë të jesh njeri, të jesh kurioz, të jesh i aftë për të kuptuar. Dhe kjo është dhurata më e madhe që shkenca na jep. Jo përgjigje të plota, por aftësinë për të bërë pyetje më të mira, për të parë më thellë, për të kuptuar më shumë. Dhe ndërsa ne qëndrojmë këtu, mbi këtë sferë të vogël që rrotullohet nëpër hapësirë, me mistere të fshehura në thellësitë e saj, me një të ardhme të pasigurt përpara nesh, ne duhet të bëjmë një zgjedhje. A do të jetojmë në frikë të asaj që ne nuk e dim, apo do të jetojmë me kuriozitet për atë që mund të zbulojmë? A do të shohim pasigurinë si një kërcënim, apo si një mundësi? A do të dorëzohemi para kompleksitetit, apo do të përqafojmë atë? Përgjigja e këtyre pyetjeve do të përcaktoj jo vetëm të ardhmen e shkencës, por të ardhmen e njerëzimit. Sepse ne jemi në një kryqëzim. Për herë të parë në historinë e planetit, një specie ka fuqinë për të ndryshuar kursin e evolucionit, për të ndikuar në klimën globale, për të përcaktuar se cilat specie do të mbijetojnë dhe cilat do të zhduken. Kjo është një përgjegjësi e jashtëzakonshme dhe ajo kërkon që ne të jemi në lartësinë e saj. Por unë besoj se ne mund të jemi, jo sepse ne jemi të përsosur, por sepse ne kemi aftësinë për të mësuar, për të përshtatur, për të ndryshuar. Ne kemi kaluar në përsfida të mëdha më parë. Ne kemi mbijetuar epoka akullnajash, ne kemi ndërtuar civilizime, ne kemi zbuluar ligjet e natyrës, ne kemi udhëtuar në hapësirë, dhe çdo herë ne e kemi bërë këtë jo sepse kishim të gjitha përgjigjet, por sepse kishim guximin për të provuar, shpresën për të arritur dhe vendosmërinë për të vazhduar edhe kur rruga ishte e vështirë. Ne kemi të njëjtin guxim sot, të njëjtën shpresë, të njëjtën vendosmëri dhe ne kemi diçka më shumë. Ne kemi një kuptim më të thellë të planetit ton se sa çdo brez para nesh. Ne kemi teknologji që ata nuk mund ta imagjinonin. Ne kemi aftësinë për të bashkëpunuar në shkallë globale. Nëse ne përdorim këto mjete me mensuri, nuk ka asgjë që ne nuk mund të arrijmë. Por kjo kërkon që ne të veprojmë tani, jo nesër, jo vitin e ardhshëm, por tani. Sepse planeti nuk pret, ai vazhdon të ndryshojë. Fusha magnetike vazhdon të dobësohet, bërthamja vazhdon të silet në mënyra të pazakonta. Dhe ne vazhdojmë të jetojmë mbi një planet që ne nuk e kuptojmë plotësisht. Por kjo nuk është një arsye për frikë, kjo është një arsye për veprim, për angazhim, për shpresë. Sepse çdo herë që ne zbulojmë një anomali të re, ne mësojmë diçka të re për planetin ton. Çdo herë që ne bëjmë një pyetje re, ne hapim një rrugë të re për kuptim. Çdo herë që ne ndërmarrim një hap përpara, ne i afrohemi më shumë të vërtetës. Dhe e vërteta, sa do e vështirë të jetë, sa do e pasigurt të jetë,
është gjithmonë më e mirë se ignoranca. Sepse vetëm duke kuptuar planetin ton, ne mund ta mbrojmë atë. Vetëm duke pranuar kufitë e njohurive tona, ne mund t'i zgjerojmë ato. Dhe vetëm duke qenë të sinqert për atë që ne nuk e dim, ne mund të ndërtojmë një shkencë që vërtet shërben njerëzimit. Pra le të vazhdojmë të bëjmë pyetje. Le të vazhdojmë të eksplorojmë. Le të vazhdojmë të mësojmë. Sepse në fund të fundit, kjo është ajo që na bën njerëz. Jo aftësia për të gjetur të gjitha përgjigjet, por aftësia për të bërë pyetje, për të eksploruar, për të kuptuar. Dhe ndërsa ne qëndrojmë këtu, mbi këtë sferë të vogël që rrotullohet nëpër hapësirë, me mistere të fshehura në thelësitë e saj, me një të ardhme të pasigur përpara nesh, le të kujtojmë se ne jemi pjesë e diçkaje më të madhe. Ne jemi pjesë e një planeti që ka ekzistuar për miliarda vjet, që ka kaluar nëpër ndryshime të mëdha, që ka mbijetuar katastrofa, që ka evoluar në mënyra që ne nuk mund t'i imagjinojmë. Ne jemi pjesë e një historie që vazhdon. Një historie që ne po shkruajmë me çdo veprim që bëjmë, me çdo zgjedhje që marrim, me çdo pyetje që bëjmë. Dhe kjo histori nuk ka përfunduar, ajo sapo ka filluar, sepse sa më shumë që ne mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa shumë ka për të mësuar. Sa më thellë që shohim, aq më shumë thellësi zbulojmë. Sa më shumë që zbulojmë, aq më shumë mister gjejmë. Dhe kjo është bukuria e ekzistencës. Jo se ne mund të dimë gjithçka, por se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, gjithmonë më shumë për të kuptuar, gjithmonë më shumë për të eksploruar.